Pra sa të linin prindrit ty në orën 6 të mëngjesit, të merrte ty dhe të fuste në podrum. Dhe gjithë ditën e kaloja aty, poshtë. Më thënë gati 9 orë në podrum çdo ditë. Për 3 muaj rresht, kjo ka qenë kjo lloj torture sistematike, ashtu as buk, për 3 muaj unë nuk kam konsumuar. Dhuna ka qenë nga të dy ka qenë. Por e çuditshme është sepse nuk i urreja në atë moshën e adoleshencës, por më shumë urreja mamin. Kam rënë në gjunjë duke qarë, këtë e di, këtë e mbaj mend. More vesh që humbi babi, po unë dua të di kur e more vesh që vrau vetëm babi. Çfarë ishin mendimet e para që të shkuan në mendje? Po për një kohë shumë të gjatë, jam ndjerë prerë në bezë. Vllai si është? Sepse vllai e pa i pari. Unë e kam zënë shpesh vllajin tim të shihte tek ai vendi. Ta shihte atë vendin kështu për minuta me radhë. Edhe nuk është se ka folur ndonjëherë ndonjë gjë, nuk është se ka bërë ndonjëherë ndonjë veprim. Tani, nga mënyra si ai jeton sot, si është bërë ai sot, sepse ai jeton në një vend të Europës, jashtë Kosovës. Unë mendoj që se nuk ka marrë asnjëherë ndonjë terapi, nuk ka folur asnjëherë për atë çështje me as edhe një njeri me sa e di unë, me as edhe ndonjë profesionist bile. Unë sot them që ai ka nevojë shumë për trajtim. Nga ajo që se nuk dua të hyj në detaje për jetën e tij, në fund të fundit është jeta e vet. Nuk është kriminal, nuk ka bërë ndonjë krim, nuk merret me drogë, nuk po flas për marrëdhëniet e tij me veten e tij, edhe me familjen që ai ka krijuar sot. Unë them që atij duhet urgjentisht trajtim, ndonse ne i kemi folur, ai nuk është se ka marrë ndonjëherë një vendim për të shkuar drejt një gjëje të tillë. Të flas me një profesionist ose të thjesht të trajtoj veten, të trajtoj traumën që ai ka pasur. Atëre nuk u diskutua fare mbas vdekjes që vllai të shkonte në nuk u diskutua trajtimi. Nuk u diskutua sepse neve ngelem në shumë pozitë të keqe ekonomikisht. Kuptoj. Edhe për këtë unë e kam ndonse si familje jemi ndjerë në faj, ndjeshim shumë në faj, se si na iku neve dhimbja e tij. Si nuk e pam neve gjitha të dhimbje, se njeriu duhet të ketë shumë dhimbje që të kryej vetvrasje. Edhe neve ndjeshim vazhdimisht në faj. Si ka mundësi që neve na iku një gjë e tillë? Si ka mundësi që neve nuk ishim atje që ta ndihmonim? Si ka mundësi që neve nuk ishim atje që t'i flisnim? T'ja lehtësonim barën emocionale që ai pas ka pasur. A e ke këtë ndjenjë faj dhe sot? Pas ka pasur. Zana, e ke këtë ndjenjë faj? Gjithmonë. Po, gjithmonë. Nuk largohet dot. Përveç kësaj është pastaj edhe pjesa tjetër ku njeriu tregohet pak më selfish edhe thot, po mirë më, a nuk i takon të atij të ishte i qik më i pjekur, qik më i ditur, i qik më i fort, si kur prindi ynë që ishte? Për shembull, unë kam gocën sot, unë i vë flakën botës për gocën time. Nuk do ta imagjinoja dot ta lija vetëm, por, me gjithë se ne gjykojmë një akt të tillë dhe njerëzit që kryejnë akte të tilla, duhet të mendosh, jo se cili tru proceson dhimbjen në mënyrë të njëjtë. Edhe në fakt ka dhe prova që ka dhe trashëgim. Pjesa e vetvrasjes. Po, pjesa e depresionit vetvrasje, po më shumë ndikim ka në eksperjenca jetësore. Ka një përqindje shumë të vogël trashëgimia e shqetësimeve psikoemocionale, po. Okej. Është më e fuqishme ajo që ti kalon përballë gjatë jetës sepse të mëson si të reagosh. Edhe ka absolutisht impaktin më të madh tek jeta e njeriu. Unë nuk është se bëj shumë llaf me njerëzit në jetën time këtë histori të jetës time, por ma kanë thënë kur e kam ndarë në një moment me një njeri, kur e kam ndarë këtë gjë, babi im ka kryer vetvrasje. Pastaj pas një muaji më janë kthyer dhe më kanë thënë, njerëzit që bëjnë një gjë të tillë janë të dobët. Unë di një gjë që ai vetëm i dobët nuk ishte. Ai vetëm i dobët nuk ka qenë. Ka qenë njeriu më i fortë dhe më i zgjuar
që unë mbaj mend deri më sot, edhe pse sot kam jetën time, kam familjen time. Nuk ka njeri si ai. Edhe këtu, duke i ditur këto, ndjenjat ishin aq të forta, pikpyetjet ishin aq të mëdha, sa nuk e di, ishte shok. Pse e bëri, si e bëri, pse nuk mendoj për neve. I takon të ati të ishte më i zgjuar, i takon të ishte më i fort, i takon të duronte për hir të fëmijëve të tij e gjithçka tjetër. Unë sot kam shumë frikë se mos ndonjëri nga ne do të shkojmë drejt një akti të tillë. Mirë jemi me përjashtim për shembull të vllait tim që nuk është keq, por që mund të jetë më mirë. Ke frikë për të? Flet, nuk është se e trajton, po normal. Se është aty, nuk i ikën dot, e ka para syve të tij gjithmonë. Po. Kjo po që ka një impakt. Do me thënë, e kuptoj edhe shqetësimin që ke Zana. Shqetësimin që ti ke është i drejtë. Po sikur ai të gjendet ndonjë herë, për shembull në jetën e tij në ndonjë situatë aq të vështirë ose aq delikate, sa të shkoj drejt atij veprimi. Unë them kështu. Pastaj edhe për pjesën tjetër të familjes, për shembull për motrat e mia, për vllain tim, ndoshta ai ka qenë vllai tjetër, ka qenë shumë i vogël, po megjithatë është aty. E flisni në familje këtë gjë edhe sot, për shembull në mbledhje. Me thënë të drejtën, në fillim me hiq fare. Pastaj dikur më vonë, jo kështu me të gjithë, po me motrat e mia po. Dhe si është ai momenti kur ju flisni bashk për këtë ngjarje? Tani në këtë pikë neve pak a shumë e kemi pranuar, po them në thonjza, atë që ai ka bërë, edhe nuk e arsyetojmë normalisht, po unë kam marrë në përfundim që të lë anash atë gjykimin vetën time, do me thënë të lë anash atë faktin që ato mendime që ai s'pas ka menduar për ne, ai s'pas ka menduar për shembull për mua individualisht si vajza e tij, të lë anash ato, edhe të marrë parasysh më shumë dhimbjen e tij. Po, është dhimbjen e tij, se ajo shëndetshme kjo. Pas ka qenë më e fort. Po, ajo dhimbja e tij pas ka qenë shumë më e fort se dashuria e tij për ne. Nuk do thoja të krahasoheshin, nuk besoj që nuk do doja unë personalisht, po Jona bën kokën kështu që është dakord. Më pëlqeu shumë kjo ndërhyrje. Po, por nuk do thoja që nuk janë për të krahasuar për ta futur në një fjali me dhimbjen. Dashuria është aty. Por jo, nuk është se nuk është se i krahasoj. Por që nuk dua ta gjykoj. Jo për ta krahasuar, po thjesht për të mos gjykuar aktin e tij. Edhe për të thënë vetes se realisht nuk është se s'na ka dashur. Por që pas ka qenë duke kaluar një dhimbje të madhe. Edhe nga jo erdhi deri këtu. Jo për të krahasuar dashurinë e tij për neve me atë që bëri me dhimbjen e tij. Po thjesht për të ndihmuar se njeriu do kapet pas një gjëje, e kupton? Po. Unë që kam vite që s'qaj. Jo, por shumë e qara. Po. E qara është ndonjë çlirim. Po jo, e di qa mendoj se unë nuk mund ta filozofoj dot, edhe të flasë për ato që librat japonez nuk është koha në këtë moment, të filozofojmë vetë vrasjen, por unë shoh ne që jemi këtu, mendoj që të gjithë kemi një jetë personale, që është shumë e jona, është e jona personalja, që e mbarsi me vete që nga dita e parë e lindjes. Lindja, ashtu është, edhe unë mendoj. Dhe neve shi qa ndodhë, dhe momenti që ne bëjmë i prindër, çdo gjë që ndodh jashtë vetes tonë, rolet që ne marrim, kjo është komplet, po e bëj tash këtë analizë timen, rolet që ne marrim, pra janë role, kanë dhe një lloj maske, se si duhet t'jemi ne, se si duhet
nuk ka lidhje dashuria apo sa e do atë njeriu që të fëmijën tënd. Janë disa maska që ne vendosim. Jo disa, po ka shumë maska. Pra kur ai shpreha jam vetvetja për mua është gënjeshtër e madhe se nuk e dim dhe ndonjëherë aq Edhe jo për vetvetja jemi sa vakit. jemi ai persona. Do të thënë as A je besoj. vërtet vetvetja? Kështu që ke parasysh që çdo njeri e ka filluar jetën para marrëdhënies tonë. Ka Fiks. filluar dhe Unë me kështu e vete mendoj. merr siç është kjo, sot jemi në një emision traume. Ti ke ardhur këtu për një traumë. Dhe trauma jote është zgjidhur kështu. Ti po zgjidh traumën nëpërmjet prindërimit. Ti po zgjidh traumën në një moment emocional që ke këtu në studio. Ti po e zgjidh të traumën duke kërkuar, duke lexuar. Secili ka mënyrën e vet të ballafaqimit. Por ama ke marr indicie dhe ke marr plak prej vitesh. Dhe fakti që ti je fort, edhe kjo është ke marrë dhe të mira prej vitesh. Edhe ose të ka shpëtuar dhe Zoti se vllajën tënd ndoshta e kishte më të rënd. Po ndërkohë babai yt siç ka marrë të mira prej vitesh, që ka marrë pjesën intelektuale, pjesën kurioze, babain e mirë, të qenë babalxhan, të qenë një burr me kulturë. Pra këto janë të gjitha sipërfaqe, të qenë babalxhan, burr me kulturë, enciklopedi thua ti, këto as janë asgjë. Kjo këtu është goxha për trurin, po kjo nuk ka shumë gjëra të tjera që shkojnë, se lexon shumë libra apo njeh Cervantesin, nuk ka lidhje fare me botën me pjesën shpirtërore dhe me se çfarë kemi ngarkesa ne. Dhe ndonjëherë janë disa ngarkesa dhe trauma që mund të jenë të pashpjegueshme që ti i ke përvetësuar aq shumë janë vetja jote, sa që se ti dhe kur ngatrojmë atë rolin dhe pjesa jote personale, kur ngatrojmë me rolin e fortë në shoqëri, dhe sidomos në shoqëri që duhet të kesh burri, duhet të kesh role shumë të forta, sidomos burrat, ku nuk duhet të flasësh për asgjë, ku duhet të jesh babai që mban familjen, je pedagogu që jep dhjetra studentëve që je shembull, je shembull i qytetit. Dhe kupton çfarë lloj presionesh janë dhe për më tepër që kjo fjala që them unë sot presionet nuk ekzistonte. 35 vjeç ke qenë 16 në Kosovë, jemi, domethënë, ndoshta madje Kosova më duket se ka qenë më e përparuar se ne në këto, se po, e ka fjalë prap nuk diskutohen. Domethënë është e gjitha burr me tërë, kështu që të gjitha këto ngacmojnë, dhe ndonjëherë unë mendoj në këtë analizën time që 2 ditë para ndoshta se ka menduar fare, se ti ndonjëherë dhe kërcet. Ti është kërcet e thua do t'i jap, është si ja hedhja ngremin që e bën pa menduar. Domethënë është kështu direkt. Ndonjëherë është kështu. Është moment. Sepse po e mendove, ai nuk un kam përshtypjen ndonjëherë që këta njerëz po ta mendojnë nuk do ta bënin kurrë. Nuk do ta bënin kurrë, se do të lindin ty kurrë. Se do shifte shumë portrete ai. Thjesht e fikët edhe. Unë nuk e di çfarë ndodh në mendjen e tyre momente para, po unë nuk e mendoj që ata kanë aftësinë për të analizuar, për të menduar në këtë mënyrë kaq racionalisht, nuk e mendoj. Po them që jeta personale është kaq personale sa ndonjëherë është Po, e vërtet se njeriu ka një marrëdhënie me veten e vet. Në radhë të parë, pastaj me gjithë të tjerët. Në radhë të parë je vetja jote, pastaj je prind, je babai dikujt, je bashkëshorti dikujt. Dhe këtu fillon gjykimi, shumë në role tjera pastaj. Historinë time ta përdor si një vegël për që njerëzit të dëgjojnë edhe të kenë kujdes në radhë të parë në gjykimin e aktit, në gjykimin e personave që kryejnë aktin, sepse ne nuk e dim 100% që ndodh në mendjen e tyre, e para. E dyta, ne nuk e dim çfarë dhimbje janë duke kaluar ata. Edhe aman ju lutem, mos i ngarkoni familjarët më pas, sepse familjarët janë gja me ndjenjën e fajit, si na iku, si nuk e vëm re, e para. E dyta, mos i gjykoni marrëdhëniet që ata kanë pasur me atë njeri që iku, sepse në fund të fundit familja për këtë është, gjërat marrëdhëniet familjare mbesin në familje, duhet të mbesin në familje. Nuk ka familje perfekte, nuk ka njerëz që nuk grinden, nuk ka njerëz familjar që nuk kanë argumente, edhe neve i kemi pasur të gjitha, jo çdo ditë, jo të forta, aman mos gjykoni. Edhe unë kisha një rast para një muaji, po ngushloja dikë të njohurën time që humbi vllajin nga vetvrasja. Edhe i thash, një gjë ta kesh parasysh, fale. Fale sepse nuk të kam menduar ty. Nuk të kam menduar ty. Nuk i kam menduar familjarët e vet, sepse dhimbjen e ka pas aq të madhe
sa mendimet e tij janë mjegulluar. Fale, sepse unë e di që për shembull njeriu ngelet për shumë kohë me atë ndjenjen edhe i bëhesh zemrohesh me personin. E kupton, zemrohesh, unë këtë ndjeja. Zemrim. Përveç dhimbjes që shkoi ai, përveç mallit që më merrte çdo ditë, ndjeja edhe zemrim. Si ka që pa vlerë pas kam qenë, për shembull unë, ka që të pa vlerë pas kemi qenë ne, unë për shembull në këtë moshë që kam, në këto rrethana të jetës që jetoj, unë i them vetes sot, vajzë, goxha e fortë, goxha e formuar në aspektin edhe intelektual. Sepse unë sot, ajo histori, ajo që ka bërë babi im mua më ndihmon shumë që njerëzit t'ua shoh dhimbjen në sy. Edhe unë sot, për gjithë njerëzit që kam përreth, familjarët, apo për shembull edhe shoqërinë, edhe kolegët e punës, unë I can feel it, I can sense it kur diçka nuk është në rregull. All the time. Edhe ndodh shumë shpesh që unë jam shumë e saktë në ato gjykimet e mia në mendjen time. Falini, sepse në fund të fundit do të ndodh. Mos e fajsoni veten, edhe kjo një gjë shumë e rëndësishme që mua më ka ndjekur edhe më ndjek akoma sepse unë njeri jam edhe domosdoshmërisht do fajsosh veten për ca gjëra në jetën tënde, edhe pse nuk kanë qenë në dorën tënde, do fajsosh veten. Falini të tjerët edhe mos fajsoni veten, faleni edhe veten në radhë të parë. Mua sot, ajo histori më shërben edhe si mësim, por në anën tjetër, normalisht që më ka dhënë edhe ca gjëra me vete kështu. Për shembull unë sot, marrëdhëniet e mia më duket nganjëherë sikur i shikoj si person i tretë, sikur i shikoj nga larg, sikur një film. Për shembull marrëdhënie shoqërore ose thjesht në përgjithësi marrëdhëniet me gjithë njerëzit e pranishëm në jetën time. Nuk lidhem dot aq shumë me njerëzit, sepse kam gjithmonë atë frikën se E mendon ndonjëherë veten ose imagjinon që një ditë ti mundesh ta mbyllësh si situatë, pra të mos kesh të ndjesinë e zemrimit, mos kesh të ndjesinë për ta fajsuar atë ose veten? Jo, nuk ma do mendja. Është në ADN-n time tani. Por çfarë do bëj unë? Unë do përdor eksperiencat e mia, do përdor njohurinë time, do përdor gjithë atë që mund ka beku Zoti me aftësitë e mia mendore, shpirtërore, që ajo përvojë të mos më ndihoj negativisht në jetën time. Me marrëdhëniet, nejse tani për momentin nuk është se s'më ndikon, por po flas edhe për të ardhmen, që ta mbyll fare si histori nuk e imagjinoj dot, se unë e mendoj shumë shpesh. Është edhe natyrshme që ti kesh këto emocione, po do të thoja diçka pavarësisht nevojës tonë për t'i dhënë kuptim gjërave që e kemi nevojshme. Kjo është një situatë që ndoshta mund të kërkoj prej teje edhe t'i lësh disa gjëra ashtu siç janë. Pra pa i dhënë kuptim, sepse kuptimin nuk mundesh t'ia gjesh, pra do i gjesh sot një, nesër një tjetër dhe do vazhdoj një cikël pa mbarim. Këto doja ndoshta që të ta jepja si një lloj ndihme, nëse mund ta përjetosh të tillë përgjatë ditëve. Derisa ti të mos kesh nevojën të japësh përgjigje, po ta lësh aty, është një person që e mori atë vendim dhe ishte dhimbja e tij që e çoi aty, nuk ishte ti apo dikush tjetër. Për t'i ndihmuar vetes, thjesht ta pranoj si të tillë, pa bërë shumë pyetje, pa analizuar shumë, pa gjykuar shumë, pa vënë emocionet e tjera negative mbi këtë gjë, unë them që njeriu duhet të jetoj edhe të shijoj momentet që ndan me, sidomos me njerëzit e familjes. E nesërmja nuk ekziston. Tamam, jetoj, po. E nesërmja nuk ekziston. Mos mendoni që më se do ta bëjmë nesër. Jo, absolutisht. Shijojini sot momentet e juaja me familjarët tuaj, sepse të nesërmen nuk dihet se çfarë do të ndodh. Nuk dihet asnjëherë.
asnjëherë. Zana, Unë thjesht tani këtë histori e përdor më shumë për të më ndihmuar mua vetë. Normalisht që kam edhe gjërat e tjera, ato demons, që i luftoj edhe ato gjërat e zeza, ato hijet që më rinë në kokë, por që shikoj, ishte një shprehje e besoj bukur, po bëja meditim. Kam sa kohë që bëj meditim në mëngjes. Dhe në një moment gjatë meditimit u shkëputa. Po u shkëputa, harrova fare që po meditoja, kisha kufje, ai njeriu fliste kështu si në kish, pra çdo gjë ishte perfekte për të qenë aty. Unë kisha ikur, po mendoja për punën, për këto gjërat. Edhe më erdhi keq, që quajta dështim, që iku mendja, dhe pastaj po lexoja dhe pyeta, është problem që të iki mendja gjatë meditimit, pra të fluturosh. Dhe tha jo, kjo është gjë më normale, por meditimi të kërkon që ti të rikthehesh. Është okay të ikësh, pra është okay të shkosh te demonët e tu. Nuk ka asnjë gjë, asnjë lloj faji të ndjesh pse ke demon, pse ke pikpyetje. Por siç thoshte ky njeriu i meditimit, por duhet par konsistenca në kthim. Të kthehesh sa më shpesh dhe të rrish aty sa më gjatë. Kthehesh dhe rri dhe më gjatë se herën e kaluar. Kthehesh dhe rri dhe më gjatë se herën e kaluar. Por fakti që shkon te demonët është okay. Është pjesë jona, është pjesë e përditshme jona. akoma për shembull më ndjek normalisht edhe unë besoj që do ta bëj gjithmonë, por që e thash edhe një herë në radhë të parë, do ta shfrytëzoj si mësim. E di si është vetvrasja, pse është kaq jashtë logjikës njerëzore, sepse prodhojnë me miliona filma, mistere, drama, komedi, dhe çdo film ka një fund. Dhe ti nëse Po sheh është një film të mister e hapur, vërtetë. pra nëse sheh një film pa fund, aty është njerëzit thonë ç'është ky film. Të fundin gjeje vet. Dhe kryesisht të quhen DJ autor për filma të rrallë, të një kategorie që i shohin vetëm 200 veta. Sepse kryesisht gjithë bota është mësuar që ta di, të kenë një shpjegim fundi. Pse ndodh kjo? Nuk Ka një pyetje shpjegohet pse dot, është krijuar e vërtet. universi, pse jemi kështu ne, pse zemra. Dhe edhe kjo pse vetvrasja të lë në një film pa fund. Dhe thua ç'është ky film? Ç'është kjo mbyllje? Fiks. Pra në një thriller që Është e ti vërtetë. pre deri në fund, ose në këtë rast nuk ishte thriller se nuk po prisje, po gjithsesi dhe thua ç'a ndodhi tash? Pra edhe acarosh aty, dhe siç acarosh me një film, ky thua është filmi më i keq i mundshëm. Ky është filmi që por nuk i vë dot asgjë, nuk i jep dot asnjë çmim, nuk i jep. Dhe kështu është vetvrasja, nuk ka fund. Nuk gjen paqe, dhe kështu që dhe vazhdon linger, E, siç vërtet. e thotë Të Adega ndjej. Jeti, you're lingering në një lloj purgatori. All the time, po, e vërtet. At shumë all e vërtet. time. Shumë e vërtet. Zana, kjo ka qenë një histori që është vërtet, mund të them e rëndë, po ndërkohë ka qenë një leksion, një 20 minuta leksion. Edhe për marrëdhënien, ka qenë leksion edhe për të tjera, sepse edhe këtu vetvrasja prapë u vran paracakohesh, pra vetvrasja është po ndodh shpesh. I kam dëgjuar Dhe më vjen keq edhe tek të rinjt. Po, është shumë keq, shumë keq. po, të vjen keq, po ndërkohë Gjëna, familjarët gjëna. mund ta dëgjojnë të program dhe të mësojnë edhe ata njerëz të tjerë që njohin që se si të mos flasin dhe kur të flasin. Ndërkohë, Po, ju folëm edhe për lutem, vetvrasje ju që në lutem. vetvete është, thash edhe unë kam qenë një paragjykuse shumë e madhe dhe si thua shumë krenare. Jo, të lutem, mos e bëjmë. Jo, patjetër. Po jo, jemi rritur tani. Jemi Më ndihmoi njerëz, shumë. po, e kuptoj. Dëgjoj, Të- lexo libra japonez, të sugjeroj të lexosh shumë nga letërsia japoneze, sepse ata kanë një marrëdhënie spirituale me vetvrasjen, e kanë shumë të fortë. Kështu që unë të Vërtet. sugjeroj ose më shkruaj tek Instagrami im dhe do të sugjeroj Okej. librat. Mund të falenderoj shumë për historinë, edhe të uroj më të mirat dhe mendoj që të sa më pak të ndikoj ajo traumë edhe në marrëdhëniet e tua dhe në lidhjet e tua. Por siç kemi kuptuar deri tash me 3 Faleminderit. historitë dhe me 2 zënjat e tjera, prindërimi është një ndihmë shumë e madhe dhe si thua i ka Po, çelur është. dhe ju ka dhënë një botë kuptim të ri E vërtet. për gjithçka çfarë ju ka ndodhur. Faleminderit shumë. Shumë e vërtet. Faleminderit juve për kohën, faleminderit Jonës për këshillat, edhe faleminderit që bëni këtë që bëni çdo ditë për njerëzit. Historia e radhës do vi me emër, mbi emër dhe video. Eva Hysi. Eva jeton në Itali. Kur e bie ishte vetëm 18 vjeç, ajo përdhunohet në një diskotek. Dhe Eva e merr vesh më vonë kur merr një telefonat nga psikiatria ku vajza ishte vetë regjistruar nga trauma që kishte kaluar.
nga kjo traumë, Eva, që është nënë e 3 fëmijëve, do të thënë kjo traumë pasoi dhe trauma të tjera brenda në familje, dhe që ishin drama shumë të vështira, të cilat për një farë kohe duket sikur nuk i përballonte dot. Po sot është këtu, Eva, Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Më lejo pak që ta lehtësoj pak situatën, sepse kemi pasur histori realisht shumë, të gjitha janë histori të vështira, po më lejo të them që nga pamja dukesh sikur nuk e kaluar asnjë traumë në jetë, Eva. Je një yll. Paktën duhet ta them këtë, sepse edhe mua më ndihmon pak që të marrim të bëjmë një frymarrje të vogël para se të futemi prapë në historinë tënde, që edhe kjo ka qenë një histori të jetë e vështirë për ty. Si ka qenë tamam situata? Nuk e di nga ta filloi. Jam nënë e 3 fëmijëve. Vajza ime e madhe ishte një vajzë shumë studioze dhe kishte shumë shoqëri të mirë, vajza dhe djemë që frekuenton shumë shpesh shtëpinë time. Iza është një person sensibël, ndërkohë ishte fejuar për një viti, që frekuentonte shumë shpesh shtëpinë. Ishte një djalë, është një djalë i jashtëzakonshëm. Mbaroi vitin e 4 në lice dhe atë verë në 2021 në korrik më kërkoi që të shkonte me shoqet e veta një javë në Gallipoli me pushime. Pothuajse 17 vjeç, akoma s'kishte bërë 18, sepse i bëri në gusht. S'kishte pse t'i thosha jo, sepse njihja shoqet e saj të ngushta. Dhe unë ishte, ndërsa ishte atje me pushime, ndodh ajo që çdo nën nuk e mendon kurrë që mund t'i ndodhi vajzës së vet, fëmijës së vet. Ishte në diskotekë, pati një abuzim seksual që ndodh që në fillim nuk ke ndërgjegje për atë që ndodh. Me një fjalë, do kohë që edhe ti vetë ta kuptosh. E dëgjoja nga zëri, unë isha me tim e motor, dhe dëgjoja nga zëri që ishte ndryshe në telefon. Por thosha ndoshta po kënaqet, ndoshta s'fle gjumë të natën, me një fjalë e dija që ikni në diskotekë, nuk është se ishte një diçka që që më ishte e papritur. Okej, kthehet në Milano, ndërkohë që kishte ndodhur kjo gjë, dhe nuk ja thot të fejuarit të vet, takohen në fund të gushtit, dhe unë e prisja Izabelën në Greqi që të bashkoheshim së bashku në fillim të gushtit, që të kalonim gjithë gushtin në Greqi me tim e motor, me familjen e tim e motor, sepse jemi shumë të lidhura dhe me tim vlla. Edhe vjen në fillim të gushtit dhe më thot, u ndava me të fejuarin tim. Çfarë ndodhi, thash, si ka mundësi kjo gjë, sepse kishin gati një vit e gjysmë që rinin së bashku dhe ishte dashuria e saj e parë. Sepse e tradhtova, më tha mua me pushime. Pse s'more kohë, thash, që të kuptosh pse, ose mund të dorë, ose duhet të kishe marrë kohë. Ashtu e mendova, tha. Okej, thash unë, dhe okej, më tha mua, po tani nuk dua të hap më atë muhabet, nuk dua ta ballafaqoj, të lutem mama, dua të shijoj pushimet që jemi të gjithë bashkë. Në rregull, e shikoja më nervoze, shikoja ndryshe, shikoja më të pazhbirueshme. U kthyem nga pushimet në datën 26 gusht, edhe së bashku të gjithë ne, edhe me ish bashkëshortit tim, me babain e 3 fëmijëve të mi, sepse ndërkohë që edhe ndarja dhe divorci e shumë gjëra të tjera. Dhe ajo më thot një fjalë, më tha, je bukur sot mama, më tha mua. Dhe ky glosi që ke vënë të shkon jashtë mase, dhe më pëlqejnë ngjyra e syve të tu. Po s'ma kishte thënë ndonjëherë, dhe ti nuk e pret asnjëherë nga një vajzë adoleshente që të thot gjëra të tilla, sepse në atë fazë ato janë shumë të marrë me veten e vet, jo me maman. Më gacmoi diçka, sikur lëvizë nga karrigja në atë moment. Mbas dite më tha mua, po dal sepse dua të takoj shoqet e mia dhe ndoshta të takoj ish të fejuarin tim sepse duhet të sqarohemi. Thash okej, mjaft që të kthehesh shpejt në shtëpi. Ishte ora 8 e darkës. Vajza e dytë, Virginia, dhe më tha, po të marrin disa herë në telefon. Thash, kush është ky numër që nuk e njoh? Më marrin dhe më thonë,
Po marrin nga spitali dhe vajza juaj erdhi vetë në spital, në psikiatri, dhe kërkoi ndihmë sepse është në një moment shumë konfuz me veten e vet. Çfarë do të thotë tash? Nuk po kuptoja, nuk po kuptoja asnjë gjë. Por tha, nuk do që ju të vini, sepse ndërkohë Izabela në Gush kishte bërë 18 vjetor. Kështu që ne nuk ishim të drejtë qofse ajo nuk na jepte okay, sepse ishte majorene, kishte hyrë në moshën madhore. Normal nuk fjeta tër natën dhe ditën tjetër shkova, fola me mjekët në fillim dhe u futa në një ambient, në një botë tjetër që nuk më përkiste, që nuk e kisha menduar kurrë në jetën time. Normal që Izabelës në atë moment, sepse duheshin, i kishin dhënë shumë ilaçe. Dhe unë në korridor mbaj mend si tani, nuk e njoha më vajzën time. Dhe për mua ajo që trauma e parë. Dhe i thash mjekut, kur do dali dhe a do kthehet Izabela, thash siç ishte më përpara. Më thanë, jo, tha, nuk do kthehet më përpara. Aty filloi një kapitull komplet i ri jetës time dhe një kapitull temase i vështirë dhe shumë i errët. Iza doli gati mbas 10 ditësh, na dhanë ilaçe, filloi ilaçet. Në mendjen time ja vija sepse u nda me ish të fejuarin. Situata ishte shumë herë më e rëndë se sa unë e mendoja, se sa ne mendonim të gjithë edhe familjarët e mi. Bëhet pak më mirë Izabela, fillon shkolla në shtator, ajo vazhdon shkollën, shkon në shkollë me shoqet e shokët e saj gjithmonë, por kishte ndryshuar diçka tek Izabela. Në fund të shtatorit, në fillim të tetorit, më tha, mama nuk jam mirë, kam mendime shumë të errta dhe të këqija dhe kam frikë nga vetja ime. Të lutem më çon në spital. E çova në spital dhe erdhi psikiatri, foli, ajo nuk donte që unë të rija në kolokju. Dhe mbas një ore, ishte ora gati 1 natës, mjekët dolën dhe më thanë, do ta mbajmë përsëri në spital. I thash, të lutem më lër që të shoqëroj deri sipër në katin e 3. Okej, më tha mua, i thash, të lutem, forca, mama është me ty, jam këtu, do kaloj, thosha, do kaloj. Si që erdhi, do kaloj. Okej, mama, tha, por nuk është ashtu si që mendon ti, është shumë e vështirë për mua që të jetojmë në këtë botë. Ndërkohë nuk kuptoja akoma, nuk kuptoja. Dhe e lash vajzën, e mbaj mend që unë ndjeva shumë e zëmëruar me jetën. Te shkallët u ula pastaj kur lash Izabelën dhe filloja po qaja me dënes dhe për herë të parë ndjeva një fuqi brenda meje, duhet ta gjuaja murin me duar dhe e bëra, aq shumë sa më dhëmbën duart. Pastaj heca vetëm, nuk mora as taksi, as një gjë për të ecur në shtëpi, për të ikur në shtëpi, sepse doja që të hecja. Ndërkohë kthehesha në shtëpi, ndërkohë ishin 2 fëmijët e tjerë, ndërkohë ishte një ish bashkëshort që ne ishim kohë që ishte krisur raporti jon. Dhe ishte shumë e vështirë për mua që të komunikoja ose Pse ishe ti në spital dhe si ishte ai? sepse ishin 2 fëmijët e tjerë për të mbajtur në shtëpi. Zgjidhje praktike, kuptoj. Dhe unë shkoja çdo ditë, e takoja dhe u futa në një botë, takoja mama, dhe ishin kolokju me psikiatër dhe me mjekët. Dhe më thanë, okay, por gjendja është më e rëndë se sa duket në sipërfaqe, sepse mendimi i shpesht i vajzës suaj është që të largohet nga jeta. Më thanë që mund të ndodhi dhe përgatituni. Doli përsëri nga spitali, po edhe 2 javë të tjera në shkollë dhe përsëri u shtrua. Dhe mjekët më thanë 3 shtrime në 3 muaj nuk mund ta sjellim më në shtëpi. Izabela do ri këtu dhe Izabela do ta çojmë në një komunitet. Më fal, a i vu ndonjë diagnozë Izabelës? Ishte një
disturbo borderline i Borderline, atë po mendoj personalitetit. edhe unë. Ndërkohë të dy të tjerët shqetësoheshin, të dy të tjerët pse këto, pse Iza ka ndryshuar, pse Iza nuk shkon më në shkollë. Iza ishte me notat shkëlqyera në shkollë, kështu që jo gjithmonë notat e shkëlqyera janë barazim me mirëqenien e fëmijëve tanë. Nuk duhet të fokusohemi tek notat. Duhet të fokusohemi se si janë ata, se si ndihen ata. Kur më propozuan komunitetin, ishin përsëri gjithë ata mjekë në atë dhomë, dhe në mendjen time ose në mendjen e të gjithë neve, komuniteti është për njerëzit që janë toksikodependent, që kanë probleme me drogën ose me komunitetet këtu ekzistojnë për fat të mirë, edhe për persona që kalojnë një periudhë shumë të vështirë me vetveten, që duhen të japin fund vetvetes. Doja të pyesja për faktin se Izabela i kishte ndarë këtë pjesën e abuzimit me mjekët apo akoma? Akoma jo. Akoma jo. Asë mjekët, ë? Mjekët thjesht e diagnostikuan me borderline pa e kuptuar që kishte një abuzim. Po. Unë kam një vëlla mjek që është në Francë, dhe motrën që është në Greqi, dhe ne të tre është thesari im që kam. Është thesari ynë që jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. I thash, bëj diçka, me fjalë, më gjej ndonjë mjek që unë mund të shkoj në San Raffaele o ashtu, sepse nuk isha gati unë që ajo të shkonte në një komunitet. Dhe më thanë mjekët, ne do ta çojmë në filan vend, por në qoftë se ju mund të bëni diçka edhe privatisht ose personalisht, ne jemi të hapur, por Izabela e rrezikshme të kthehet në shtëpi. Një muaj u kthye në shtëpi, unë nuk flija më gjumë natën, sepse isha e tmerruar se çfarë mund të bënte natë. Më në fund u fut në komunitet, vije nga muaj shumë të vështirë. Pata një lëshim të trupit, të mendjes, e ndjeva veten që isha shumë e lodhur. Doja vetëm të flija dhe shumë e trishtuar. Muajt po kalonin, feedbacku i mjekëve ishte i mirë, ne shkonim e takonim Izabelën çdo 2 javë, edhe me vëllezrit, me motrën dhe me vllajën, dhe hanim diçka së bashku dhe pastaj e çonim në komunitet. Duke Po shumë i ati okay. Izabelës nuk ishte pjesë e të? Ndërkohë ishte, por ishte në mënyrë mekanike. Një prezencë, do me thënë, në gjitha ato takime që unë bëja me mjekët, kur dilnim, kuptoja që ai nuk ishte kuptuar as edhe një gjë. Dhe kjo më lodhte shumë, kështu që e kuptova që nuk mund të bisedonim së bashku, sepse për mua ishin energji të tjera. Ishin muaj shumë të vështirë për mua, sepse që ndarja që shkonim, e takonim, dhe po vinte Vera. Po vinte Vera dhe po vinte ditëlindja e saj që e ka në 8 gusht. Mjekët thoshin gjithsesi që është brillante, është inteligjente, por unë ja di ata në Izabelës. Kam hasur një histori të tillë me borderline të një vajze me të cilën më përplasi një punë një herë, një bashkëpunim, dhe pash një transformim të jashtëzakonshëm brenda një kohe të shkurtër. Pra, ai ishte një vajzë shumë e mirë, në fakt shumë e bukur, por një gjë e nxiti dhe atë, në këtë rast një gjë tjetër, dhe filloi pastaj të transformohej fizikisht dhe si individ, ndoshta kishte edhe medikamentet, por u transformua dhe po them, bashkëpunimi im ka zgjatur deri 6 muaj maksimumi, dhe brenda 6 muajve ishte njëri tjetër, ajsa dhe flokët ju prishën. Të më thënë, gjithçka ishte shumë e çuditshme. Tani, por ajo është në për Tiranë, vinte në punë, do të thënë ishte në një ambient tjetër, se vajza ishte në komunitet. Kishte aty transformime, se ti the ditën e të nesërmen e pe në efektin e ilaçeve, ishte e transformuar. Po atje në komunitet, do më thënë, a ndryshoi sjellja e saj? Atje po sillej, po dilte në pah ana funksionale e vajzës. Okej. Kështu që unë po qetësohesha dal nga dal, por ajo kishte një aftësi të jashtëzakonshme që ta fshihte anën jo funksionale. Brenda nuk ishte mirë, por edhe mjekët nuk e kuptuan.
Më në fund, në korrik, mbas një viti të tmerrshëm, shkova tek me motor në Greqi, mora të 2 fëmijët dhe bëm një javë pushim. Dhe atë javë pushim ndjeva diellin, ndjeva rrezet dhe më zinte gjumi në një cep të këtij hotelit që vinte një farë ere dhe i me motor më linte, më sillte, nuk ikja në dhomë mbas drekës, sepse ndjeja të flladin e erët dhe erën e detit dhe më sillte një kënaqësi, sikur fillova të shijoja jetën, sepse ishin muaj të tërë vetëm me mjek, spitale, nuk barra 2 muajsh, ndodhi që ajo ishte hapur me mjekët, me psikoterapeutën, me psikiatrën e gjitha dhe kishte folur për abuzimin që kishte patur dhe unë ndërkohë e kisha marrë vesh. Në datën 22 korrik, Izabela merr një leje nga komuniteti, shkon e merr jat, sepse kishte vendosur që shkonte në polici dhe ta denonconte atë. Dhe atë mëngjes i shkruajta një mesazh ti me bie, që isha shumë krenare për atë që po bënte, që po denonconte. Kur ta tha ty vajza, sepse në momentin që ti ishe në Greqi e dije për 2-3 muaj para korrikut. Ta kishte thënë atëre, goca të ishte rrëfyer. Dhe pastaj ajo shkoi në polici kur gjatë kohës që ti ishe në Greqi. Babai mori vesh. E kishte bërë me paramendim. Kuptoj. Kishte marrë tjatin, sepse ishte aty, mbasi mbaroi, jati kishte pritur jashtë, dhe i tha tjatit, të lutem, shkojmë në shtëpi, sepse kam etje, me fjalë dua të ha diçka të freskët, sepse atë ditë ishte shumë vap në Milano. Vajza ishte në dhomën tjetër, e dyta, dhe Izabela bëri një gest ekstrem. Izabela nuk dua të futem në hollësira se si, por Izabela nuk bëri një tentativë vetvrasje. Izabela pati një mungesë vetvrasje. Në që kuptim? Ka E dy di që ke mënyra. vështirë të futesh në detaje, po ndoshta këto janë edhe shprehje që Është shumë e vështirë për mua. nëse e shpjegon do siç e themi ne me moll. E shpjegon do me moll se ç'do thotë mungesë vetvrasje. Mungesë vetvrasje do të thotë që nuk e di çfarë mrekullie ndodhi që ajo është gjallë. Kjo është. Okej. Dhe kjo ishte Izabela që kishte ikur, kishte marrë leje edhe po rrinte në shtëpi. Po, Dhe si shpëtoi, pastaj ishte ç'a ndodhi? si shpëtoi, mjekët thanë që është një mrekulli, as ata nuk e shpjegonin dot. Ndërkohë unë isha në Athinë, te shtëpia ime motre, dhe mua më vin telefonata, po lexoja një libër, ishte kohë dreke. Dhe mbaj mend si tani atë libër, Sul filo del rasoio, pensa te. Në fill të briskut. Ironi. Po pra, një tmerr. Mora vesh lajmin. Dhe unë për 2 orë nuk kam ditur nëse i me bi ishte gjallë apo kishte vdekur. Se nuk e dinin as mjekët, apo nuk lidheshe dot. Nuk e dinte asnjë, sepse u desh sa erdhi ambulanca, sa erdhën të gjithë, sa e vunë oksigjen, se ishte pa ndjenja. Ishte si në koma. Dhe ishte tamam në koma. Dhe kush që e ndihmoi, vajza e dytë. Por që kishte vetëm 16 vjeç. Doja që të vdisja dhe unë. Doja t'ja fusja murit me kokë. Me fjalë, kaq shumë ishte dhimbja. Iza fal Zotit shpëtoi. Pra u bëm mirë. Pas 2 orësh mora vesh që ishte gjallë. Isha jo e dërmuar, isha sikur më kishte kaluar një kamion sipër dhe i kisha shpenzuar të gjithë energjitë e mia për të gjithë jetën në ato momente. E marr me mend. Patjetër që ti je dhe larg. Faktikisht je dhe larg, domethënë ku të qelloi në pushimet e vetme që bëra. Ato pushime
shpëtuan që unë mund të përballoja gjithë atë që erdhi më vonë. Se që ndodhi më vonë? Po sepse e mbajtën 1 muaj gjysmë, 2 muaj, kush mund ta linte mbas një diçka të Po, tillë. patjetër. Që para se të hypim në avion, Leonardo si bie të fikët, si duket Më fal, në kujt? tmerri, që Leonardo djalit i Shçunit. bie të fikët në shkallët e avionit që po futeshim. Atë duart më bënin, je e fundit do vish, ndërkohë erdhi ambulanca, çuni ishte pa ndjenja. Pashti me motor dhe i thash, duhet iki, thash, mbaj djalin. E kam në duar të mira, e kam sikur e kam vetë, i thash. Mbaj çunin, i thash, mberu me çunin. Dhe kam hypur në avion dhe për 2 orë e gjysmë, se aq zgjat udhëtimi nga Athina në Milano, unë nuk dija si ishte as çuni. Do shkoja në spital dhe nuk dija se si do shkoja, çfarë do i thosha Izës. Shkova pash dhe ishte si një ëngjëll, Dalina. Nuk e kisha parë vajzën ndonjëherë më të bukur se në atë moment. Eva, se është një program i gjatë, do fakt. Mënyra si tregon e rrëfen aq bukur sa që ke ndërtuar një suspans tash edhe me histori, do të doja që të mos shkëputeshim po të rinim te kjo që çapo ndodhte në moment. Pra, goca mbasi erdhi në spital dhe goca doli dhe pastaj u kthye prapë në komunitet, apo ja? Ne kaluam gjithë kushtin. Vetëm në Milano gushti është një shkret të tir, e vërtet. Pa. Unë shkoja çdo ditë. Por vetëm hecja dhe hecja më ndihmonte. Më ndihmonte jashtëmase, më ndihmonte. Dhe në një moment e mbaj mend, i thash vetes, pse mua? Dhe mbas disa kilometrash i thash vetes, pse jo mua? Sa nëna ka që i ndodhin me shumë sëmundje të tjera, me kancer, që kanë humbur fëmijët me kancer, pse jo mua, thash. Dhe aty që moment pranimi në vetveten time. Ndërkohë normal që unë fillova një psikoterapi, fillova ndihmë, fillova gjithçka edhe për vajzën e djalin të gjithë, dhe Izabelën pastaj e çuan në një komunitet shtetëror, që ishte një komunitet me 40 vjet eksperiencë, dhe aty dal nga dal gjërat ndryshuan. Tani Izabela është në fund të udhëtimit të saj, do dalin mbas 2-3 muajsh. Izabela vjen çdo javë në shtëpi. Ndërkohë në gjithë këtë, im shoq më thoshte, ishim shoq, më thoshte në fillimet e tij, kur Iza ishte në komunitetin e parë, kur u shtrua mbas atë që ndodhi, dhe më thoshte, unë nuk dua këtë jetë, nuk e doja, nuk dua këtë jetë. I thash, pse unë e dua? Si bëhet? Gjërat vinë, duhet përballuar. Kush e doj, thash unë këtë gjë. Dhe një ditë, kur isha pak më e qetë unë, e mora dhe i thash, Ulu, ke diçka për të më thënë? Më tha mua, dua të iki. Dhe unë i thash, askush nuk është pronë e askujt. Pra bashkëshorti duket se nuk e përballoi dot, e kishte të vështirë, edhe kjo është historia e shumë bashkëshortëve në historira të tilla ku fëmijët kanë një ose sëmundje kronike, ose autizëm, ka shumë raste, ose kanë të tjera simptoma të shëndetit mendor. Ndërkohë fëmijët e tjerë si e përballuan? Se Virginia pasaj pati ajo një periudhë të vështirë, e ndihmova dhe Virginian. Leo shumë pak kishte, sepse atë që kisha kur shkova e pash Izën atë ditë që shkova me tim vlla, prandaj thash, kur dolëm nga spitali në datë 23, po binte një shi me breshër, Dalina. Dhe ulëm aty dhe po prisnim gjoja të mbaronte shiu, mbasi kishim dalë, kishim takuar Izën. Dhe im vlla më thot, e kupton që nuk mund të bësh më asnjë gjë në këtë moment, është vetëm në dorën e mjekëve. E kuptoj, thash. E di ç'ke, i thash. Nuk kishim çadra dhe kemi ecur për kilometra të tëra në breshër, dhe mua ajo më ka kthjellësuar komplet. Por unë ndjeva dhe me fat që Isa ishte akoma i gjallë. Edhe tek historia që i rrëfyr Elonës, marrëdhënien që ke me motrën dhe vllajën dhe
shumë e rëndësishme për këtë histori. Pas ke pasur një bekim gjatë kësaj kohe, që ke pasur familjen tënde, se ke qenë kaq vetëm në të rrugtim. Bashorti kishte të vështirë, fëmijët e vegjël, edhe goca e dytë kaloi kohët e veta. Isha Dalina të kaloja një eksperiencë kaq ekstreme që të kuptoja se sa me fat jam që kam vëllezër dhe motra dhe një familje të tillë, një baba dhe një mama dhe dy shoqe të jashtëzakonshëm që dhe dua t'i citoj dhe janë shumë minjose, Klaudia dhe Luna. Luna jeton në Tiranë, sepse u mblodha shumë në vetvete. Ti mund të kesh shumë njerëz afër Dalina, por dhimbjen, vuajtjen e kalon në jashtëk duke tënde. Rrugtimi është tërësisht personal në këto histori, po ju më pëlqeu dhe fakti i pushimeve që bëre në një moment të caktuar, që ishte goxha i vështirë, dhe asaj ecja me në shi, në breshër, sepse janë momente të gëzimit vogle që janë kaq të rëndësishme për shëndetin, se të mbajnë edhe ndonjëherë ne i paragjykojmë shumë këto gjëra, të gëzohesh brenda një dhimbje, se thon si mundet ajo nëna tash me këto halle, me këto, por që është kaq sepse të mbajnë trurin të kthjellët. Eva, shumë e pazakont mënyra se si ti ke procesuar gjithë këtë gjën. Do të thënë është e rrallë ta dëgjosh nga njerëz. Zakonisht ne dëgjojmë shumë gjëra të ndryshme, të tipit sakrifica, të tipit mundi i jashtëzakonshëm, se si mund ti e tregon vetëm këtë pjesë, por në historinë tënde ne po shikojmë disa gjëra unike ndryshe të mënyrës së përballimit. E di çfarë do doja të shkoni më shumë, e kuptova pjesën e të shkuarës, mënyrën se si ka shkuar çështja, por unë doja të pyesja ty nëse e ke një lloj frike të rikthimit, duke qenë se tashmë Izabela do rikthehet dhe nuk e di si e po e përballon këtë që tani. Nuk do rikthehet në shtëpi, i japin një shtëpi komuniteti, kalon në një tjetër autonomi, që i japin ata shtëpi me edukator dhe janë 3-4 persona të tjerë. Nuk do jetë jetë atyre që kanë bërë një udhëtim shumë të plot dhe shumë të e kuptoj. pozitiv. Po ti si ndihesh për këtë? Që do dalë së shpejti? Jam shumë e lumtur sepse Izabela vjen çdo javë në shtëpi tani prej 2 vjetësh, kështu që unë nuk është se kam tani, e di si është puna, gjithë kjo gjë që unë kalova, Po. gjithë këto ishin vite, nuk ishin muaj, ishin vite dhe ndërkohë në mes ishte edhe ndarja dhe divorci. Unë arrita dhe të divorcohem. Janë shumë. Unë brenda një viti, sepse doja të thosha një diçka tjetër, që për mua ndarja nuk qenë një dështim. Dështim është të rish në një martesë që nuk funksionon, ajo është dështim. Në fakt zbuloi dhe forcën tënde më të madhe kjo gjë, apo jo? Pra vetja jote diçka që nuk e dije nëse mund ta përballoje. Është shumë e vërtet, po, por u ndjeva krenare dhe hecja rrugës me kokën lart, kur u ndava sepse ajo gjë më lehtësoi, më hoqi një problem më shumë. Sepse unë nuk kisha energji që të përballoja dhe një çip që nuk shkonte më, nuk kisha më vend, nuk kisha më energji. Dhe e kam bërë në një mënyrë komplet paqësore. Komplet. Eva, megjithatë tani ti je bekuar me një lidhje fantastike. Mbas çdo gjë që ke kaluar, se është shumë e bukur nga të tërë historitë, sa e bukur është fakti që kaloi një dramë dhe pastaj del një, sikur hapet një dritare, por shumë e bukur dhe e dritare nga ana tjetër. Ka shumë bekime jeta dhe ti je bekuar me një partner, sa kohë keni bashkë tani? 1 vit e gjysmë. 1 vit e gjysmë. Por që ke thënë, na i rrëfyer që është i mrekullueshëm dhe siç themi në Shqipëri, sikur ta solli Zoti, apo jo? Mund t'ju themi gjë, ndoshta, në një të ardhme do them që është i vetmi burr që unë kam dashur ose duar në jetën time. Me këtë lloj ndërgjegje që kam sot. Edhe që është ndryshe dashuria, tani dhe ndoshta tani është tamam dashuri. Sepse ti di se çfarë nuk do dhe nuk bën më kompromisa, sepse je mësuar vetëm. Eva, mund të them këtë pjesë që prej kësaj ngjarje që ka ndodhur,
edhe pse duket shumë e tmerrshme kur e dëgjon, domethënë gjithë procesin që ti ke kaluar, vajza ka kaluar, fëmijët kanë kaluar, duket sikur ti ke rënë në kontakt me disa pjesë të vetes që si kishe njohur. Patjetër. Për ke mësuar për kësaj, ke nxjerr ato që ne themi mësimi. Pas një eksperiencë e tillë, nëse ti nuk e kalon komplet tunelin e errët, është një mundësi e madhe që jeta të jep. Them se më ka bërë njëri më të mirë. E ke lejuar ti këtë gjithë proces apo jo, që të merr me vete përpara, por më vërtet më vjen vetëm një fjalë që të them që je vërtet jashtëzakonshme në mënyrën se si e ke procesuar gjithë këto. Je një leksion për gjithë ne. Nuk dua të jem leksion për asnjë, çdo nën kam parë nëna dhe më të forta se mua dhe që i kishin humbur fëmijët. Duhet me të vërtetë të mundohemi të gjithë që nuk është sepse sëmundjet mendore është një stigëm shumë e fuqishme që kush e di si është familja, kush e di si është jallati ishte ashtu, do ishte gjitha matematike. Fëmijët nuk janë bishti jonë, fëmijët janë një individ më vete, ta mund të ndodhi. Eva, kam dhe një pyetje të fundit. Tani doja vetëm të dija, sepse detajet edhe unë e kuptova dhe gjatë rrëfimit tënd ka momente që nuk do të flasësh të patjetër një nën mbron gjithsesi edhe historinë dhe fëmijën e vet dhe unë të falenderoj shumë që ke dalë edhe me figurë edhe emër mbi emër, sepse në fund ditës kjo, pavarësisht se ti thua unë nuk mund të jap leksione apo të edukoj njëri, kjo është një edukim që bën dhe sidomos edhe për këtë çështjen e shëndetit mendor, borderline-it, paktën që edhe unë njoh, kështu që janë shumë. Edhe kur kam shkuar dhe në spitalin e shëndetit mendor, sepse kjo vajza ushtrua për tentative të vrasje, dhe kishte të tërë të njerëzit në dhomë, që ishin miqtë e saj, të ndryshëm, njerëz të njohur, të gjithë po përmendin që kishin marrë Xanax, kishin kaluar depresion. Kur flasim për sëmundje psiqike dhe depresioni është sëmundje psiqike. Absolutisht. Sa të afër, absolutisht. Njohur kemi. Absolutisht. Gjithsesi, pyetja aktuale tani, a je në paqësie? Ti më shikon. Si të shoh. Po. Të thash dhe në fillim që je shumë mirë, edhe kështu që ndoshta po reflektohet, gjithçka reflektohet, është e vërtetë që reflektohet. Jeta më dhuroi me Roberton, ne pothuajse bashkëjetojmë tani së bashku dhe ka një raport mbi të jashtëzakonshëm me fëmijët e mi dhe me mua është i jashtëzakonshëm. Dhe herë e parë që u takuam në një lokal që ishte me libra dhe kishte edhe mund të pije një gotë verë, unë isha aty vetëm po lexoja edhe ai të njëjtin gjë. Ju afrova unë, se unë jam që aty pasaj nuk u lam më, jemi moshatare, ai nuk ka fëmijë. Çfarë mund të them? Shumë inteligjent, por një inteligjencë nga ato që vjen dhe në heshtje, dhe mbi gjitha një inteligjencë ndjenjash shumë të theksuar, sepse me mua nuk mund të rriste. Patjetër. Bravo, kjo është më e vështirë të gjendet tek meshkut, por e paska. Unë, Eva, për shkak të kohës, më duhet që edhe ta përfundoj, këtë është një histori shumë interesante dhe ne kemi lënë bashkë që të pim dhe një verë, po të pres të vish në Tiranë. Unë do ta mbyllja me një gjë që kam shkruar. Po, patjetër. Përshkojeni një periudhë të errësirës, një periudhë të depresionit, një periudhë, se pasaj nuk folëm për periudhën time të vështirë që unë kalova si nën në depresion, kështu që unë pasaj kalova të timen, por tani gjithçka. Ma merr mendja Eva që edhe ti ke pasur. Mund të vijë tek rasti. Po, por kemi një temë për depresionin që ta kalojmë më vonë. Patjetër, dhe pova tek psikiatri imi, tha pse unë arrita këtu, më tha mua aty të erdhi tsunami. 19 metra dallk dhe ti nuk do as të rulesh, më tha mua. Okej, thashun. Okej. Dhe unë them, përshkojeni deri në thellësi, ndjeje me gjithë qenien tënde, hyr në të brenda, përshkoje deri në fund. Është si thuhet, si të hecësh mes flakëve, por thelbi është vetë ecja në për to.
Shumë e bukur. Eva, unë të falenderoj shumë për historinë. Ti gjithmonë jemi pritur edhe për histori të tjera, sepse të gjithë që na shkruajnë thonë e gjejmë veten kudo dhe mund të flasim për gjithçka. Gjithsesi, kishte një histori shumë interesante dhe të falenderoj shumë që na respektove edhe me video. Mua më pëlqen që gjithnjë më shumë njerëz të dalin dhe me video, se na ndihmon edhe ne. Për atë që kam kaluar, unë nuk kam turp. Po absolutisht nuk ka, absolutisht asnjëri nuk ka pse të ketë turp për çfarë ka kaluar, por ka stigma që ekzistojnë dhe mos haro Eva që ti jeton edhe jashtë dhe është pak më ndryshe dhe shpesh janë njerëz që jetojnë këtu dhe kanë çik më të vështirësa të përshtaten ose prindit e tyre varet nga familja, pra është në varësi të gjithsesi më pëlqen, ne duam video, duam edhe njerëz në studio. Nuk duhet të turp, duhet të bashkë flasin, duhet të hapen, sepse gjithandej kur hapesh, të gjithë kanë të njëjtat problemet me ty. Në mos një afër, një shoh, Prandaj po e bëjmë të program, Eva, që ta kuptojnë që sa veta do e gjejmë veten tek historia jote apo tek historia e grave. Neve në fakt kemi dhe një histori të jetë pas pak. U të falenderoj shumë, Eva. Përpafshi. Çfarë natë sot, ë? Çfarë natë sot? Natë me shumë drama, po dhe me shumë leksione dhe uroj që të paktën një gjë të kenë marrë sot njerëzit, nga një histori, diçka që t'i kenë ndihmuar. Ndërkohë historia e fundit ka qenë një histori që e thash dhe në fillim që ishte një histori prekse, po kjo është një histori vërtet e rëndë. Elona kur po më thoshte, tha që u preka shumë, unë i thash, shiko tani mos u përfshi kaq shumë në histori, të lutem, i thash Elona, sepse tani kjo punë është gjithkohës dhe ti si psikologe duhet ta dish, ju e keni dhe pjesë profesionit, por prapë dhe ju prekeni. Kalojmë dhe në traumë sekondare quhet. Patjetër, me këto që dëgjojmë. Patjetër. Por pas unë lexova prapë historinë dhe u preka shumë vetë dhe madje mora Elonën duke e qarë. Por çfarë rëndësie ka si ndihemi ne? Ka rëndësi shumë si ndihet Alda sot, sepse historia e saj ka lidhje me një nga aktet më çnjerëzore, më të pa justifikueshme as në kafsh, që është ngacimi seksual i prindit, babait në këtë rast. Dhe pastaj një kalvar gjërash të tjera. Alda, si fillim unë dua realisht të falenderoj shumë, sepse është guxim shumë i madh që të vish dhe të hapesh për këtë histori, të flasësh për këtë histori dhe nga një anë është dhe lajmi i mirë për ty, është lajmi i mirë për gjendjen tënde, psikologjike dhe shpirtërore që je gati të flasësh. Doja të falenderoj aty në fakt, sepse ishte pikërisht rasti juaj që më bëri që të reagoj ndoshta ati kujtetës që sa dhimbje duhet i nxjerrim që të shërohemi. Si tham, nuk dëshirohemi kur. E kam ditur gjithmonë në fakt, e kam ditur gjithmonë. Po kur s'kisha guximin, po duke dëgjuar shumë vajza kjo, edhe pse asnjë ndoshta si ishte si unë, po prapë më ngajoj që t'ju shkruaja juve. Alda, unë para shumë vitesh tek e Diela Shqiptare kam bërë një intervistë që atëre u bë shumë e famshme si intervistë, ka qenë me dikë që ishte, në fakt ai ishte përdhunuar nga babai dhe ajo erdhi, foli dhe iku, nuk kërkoi absolutisht asgjë, tha vetëm doja që ta dëgjonte dikush. Pra, unë vetë ja ku jam dëshmitare 2 rasteve, kështu që raste ka, fakti që ju hapeni edhe flisni realisht ndihmon juve në radhë parë, po ndihmon dhe të tjerë. Tani më fol pak për historinë tënde. Kam 2 ditë që ju kam shkruar dhe këto 2 ditë kam menduar shumë, po janë ca gjëra që unë i kam harruar, ose kam qetur t'i harroj, sepse nuk dua t'i kujtoj, po duke qenë se më ngacmoi e shkruajtura tek ju, unë e kam kuptuar ngacmimin në fakt. Për herë të parë, kur e kam bërë bisedën me vete, kam qenë shumë e vogël, ndoshta. Sa kisha filluar të kuptoj 10, 11 apo 12 vjeç, ndoshta diku aty. Por në një moment më ka thënë që mund të më bësh masazh shpine dhe unë i bërë masazh. E kam shtypur. Edhe po më thoshte pak më poshtë të keqen babi, pak më poshtë dhe aty isha e lumtur sepse mendova që babim po më donte, po flisnim si njerëz që më kërkoi diçka nga unë, sepse ai as në emër nuk më ka thirrë kur, përveç se kur më rrifte ose më dhunonte, po unë nuk e kuptoja që bëja për të më rrafur ose dhunuar,
ose për të mos më thirr kurrë në emër. Më falni se ka shërëndohem pak, po më kuptoni. Pa. Atëherë isha e lumtur sepse më fasi njëri, po pastaj ndoshta mas 2 javësh kur filloi të më thoshte përsëri të kuptoj diçka më shumë. Ndoshta atëherë kuptova se ç'po më bënte. Fillova të mbaja distancë, të largohesha akoma më shumë, fillova të mbyllesha shumë në vete. Zgjodha në moshën 14 vjeçë të thoja një shoqës që kam dëgjuar një rast që jati ngacmon gocën. Nuk I thash se isha unë. Po më tha ti e budallaqe, pse bën në gënjeshtra të tilla? Edhe ndoshta që atëherë kuptova që unë nuk mund të flas për këtë sepse nuk do të soj njeri. Kaluan shumë, kalova shumë faza, kalova shumë gjëra. Unë në 2 momente kisha kontakt me timat, o më dhunonte, kur kapte thikën të më therte, ose sadrën të më priste, si që thoshta, do ju bëjt sopa copë, dhe kur më ngacmonte seksualisht, kaq marrëdhënie kisha. Edhe më vonë, kaq marrëdhënie vazhdoj të kem me to. Më falë se lëdirë thikën. Kështu për gjëra më të vogla? Sepse ashtu, për gjëra kot, për asnjë arsye, se do në ta na vrisë. Sa fëmijë jeni? Do në ta ikë. Ne jemi 4 fëmijë. Ti ishe vajza e madhe, e vogla? Ishe vajza Jo, vetme? isha në mes. Po të gjithë I përzuri. Maman time dhunonte gjithkohën, ne kishte shtypur. Nuk e di, ajo kishte shumë frikë të reagonte. Por tash që e mendoj kur thash këto 2 ditë, e kam gjykuar maman time pse nuk u nda. Do e kisha falenderuar shumë. E di që kishte frikë, sepse e kishte traumatizuar, po prap të gjente kurajën. Alda, ku filloi abuzimi? Në moshën 11 vjeç? Do shtë akoma më herët, po unë atëherë e kuptoj se ç'ishte, se ç'po më bënte. Okay. Do shtë ka filluar gjithmonë, nuk e di. Nuk Sa jam e shpesh sigurt. ndodhte? Sa shpesh ndodhte. Më vjen qesh me ironia, duhet ta kuptosh. Ndodhte çdo natë, sepse pinte çdo natë. Po në fillim e mendoja, ja la shtëpies. Kisha maman që më mbronte dhe që më thoshte që unë jam këtu për ty dhe s'do të lejoj kur që të ndodh diçka e keqe ty. Mami me kuptoi në një që po ndodhte. Mami o te kuptoi? Pikërisht, edhe duke më mbrojtur mua gjithmonë, po pas mbrojtjes që ajo më bënte që ne ishim edhe shumë të varfër në atë kohë, kishim vetëm një dhomë, flinin të gjithë në atë dhomë. Mama ja rrinte natën më mbronte, që mos të vinte më afroj mua. Ai e dëgjoja që e dhunonte, buloja kokën me batani që mos ta shoh të paktën duke e gjuar. Atëherë Alda më lër të kuptoj pak se është histori që është shumë e rëndë. Ju jetonit, ju flini të tërë në një dhomë dhe babai të ngacmonte ty seksualisht në praninë e nënës dhe vëllezërve që po supozoj që po flenë. Jo, nuk ishin ato aty. Si ishin ato sepse I kishte përzën. Ai kishte përzën. Do të thënë, okay, nëna ishte në dieni, pra ishte aty, nuk pyeste fare që nëna ishte aty. Nuk I kishte kuptuar të plotësisht, po ajo e dinte që unë kisha shumë frikë nga ai. Ajo më shpëtoi jetën se po të mos ishte ajo, nuk e di ç'do kisha bërë. Po në ç'kuptim, ma shpjego pak sepse të thuaj që është babai yt do të bëj keq, por nga ana tjetër thuaj që ajo e dinte dhe më shpëtoi jetën. Si ta shpëtoi jetën? Po ishte ajo pra që rrinte aty te krevati gjithmonë me mua që të më mbronte, se ajo kishte shumë frikë nga ai. Ajo nuk dilte dot nga shtëpia. Nuk kishte dalë kur nga shtëpia sepse ai se lejonte as mua. Të dini. Ai atë e dhunonte gjithë. Konsumonte edhe alkool, the më herët? Apo ishte I vetëdijshëm? Po. Jo, ai konsumonte, ishte një alkoolist. Unë në fillim, ose të paktën mami më kishte thënë që është I pirë, t'ja falim këtë radhë, është I pirë, t'ja falim radhën tjetër. Ajo si duket kishte frikë, po nuk ma thoshte dot që unë kam frikë dhe nuk mund të bëj dot asnjë gjë. Sepse ai sille jashta shumë mirë.
Madje mbaj mend një herë më ka dënuar në sy të hallave, edhe shumë mirë ta bëri, se shumë mirë e kishte. Për një punë të vogël, Than hallat, than që shumë mirë ta bëri, babai. Pikërisht. Sepse sillej shumë mirë me të tjerët, përveç se me ne në shtëpi. Dhe edhe sikur t'ju thonim, s'do na besonte njëri. Ale tani, ju jetoni në qytet të vogël, në fshat, ku jetoni që ishte edhe kaq e vështirë të shkëputesh apo të shkoj dhe në polici? Ha? Ku jetonin? Në Tiranë jeton. Në Tiranë jetonit? Në Tiranë jetonin. Edhe nuk është se shkoj ndonjëherë mendja, unë këtë pyetje se kam bërë asnjëherë në fakt gjatë gjithë këtyre kohëve, po ndonjëherë dhe duhet ta bëj të pyetje, nuk i shkoj ndonjëherë mendja, për shembull, mamit tentuat që të shkonin në polici, të paktën se ti ke qenë më e vogël? Apo Mamit kur? Mamis nuk e kam dëgjuar në gojën e saj kur, polici. kuptoj. Ajo e ka duruar dhunën, i ka duruar gjitha. Kurse unë deri në moshën 16 vjeçe, jo, atëherë mu duk sikur u çlirova, shpëtova, ika edhe ashtë i lë gjërat në të kaluarën. Ku ike, ç'a ndodhi? U fejova, U u fejova. martova. E gjete vetë apo ta Sikur do gjetën? shpëtoja nga aty. Jo, ma gjetën. Ta gjeti babai? Ma gjeti babai, po. Të thaj gjë kur ta gjeti? Jam kurioze. Kush do thoshte gjë? Unë të thash, për 2 gjëra flisë, kontaktoja me to, kur më dhënonte, ose kur më ngacmonte, kaq. Doja ta theksoja diçka, dhe duke qenë se më pyetët ai ishte i alkolizuar. Unë mendoja që e bënte nga alkoli, po në një pikë kur ai e la alkolin për x arsye, ai vazhdoi të njëjtën gjë. Edhe pse unë kisha shumë vite e martuar, jam lumturisht e martuar, jam me fëmijë, po rris sa fëmijë adoleshent, i kam të rritur, do të më thonë, ai vazhdonte e bënte edhe i papir. Kështu që unë kam arritur në përfundimin që ai është një psikopat. Do të thënë ai dhe tani vazhdon se unë e përmenda pak, do të thënë parak 1 muaj të tha që su bëre imja. Unë ika nga ai, nga Shqipëria. Vetëm që mos të kem kontakt me atë, vetëm mos ta shikoj atë, nuk doja më. Kisha frikë të shkoja te mamaja, vetëm nga ai. Sepse po të më dëgjonte, ti thoja dikujt të mbaj me një episod që më pyet një shoqë ku je, i them te mamaja dhe u bë nami në shtëpi, pse unë thash te mamaja dhe jo te babi. Ai ishte një narcist, ai ishte një xhelos patologjik. Ai ishte gjithçka që ju flisni aty në podcastin tuaj, shumë më keq. Unë e di që ai është një psikopat. O Alda, bëj një pyetje, pse ja ngre telefonin babit? Sepse nëse unë nuk e hap, ai do dhunoj mami. Kuptoj. Ai Po do bashkëshorti dhunoj e di këtë gjë? Jo. Jo. Do Ai të di thënë, shumë nga historia ime, po nuk e di këtë pjesë. Nuk do e mësoj kurrë më saktë, se po pse s'ja ke thënë, jam kurioze, pse ke vendosur mos ta ndash këtë gjë? sepse kam shumë frikë. Për Se si do çfarë? reagoja. Si do reagoja. Çfarë lloj reagimi, nga çfarë lloj reagimi ke frikë? Nuk e di, sepse kur të ma thot mua dikush i huaj, ti sa po thejt që unë ndjeva aq keq, u preka aq shumë. Ti që s'më nje fare dhe nuk e di kush jam. Po ai që kemi nëjt kaq vite, më duket sikur është shumë vonë për t'i thonë diçka ti. O duhet t'ja thoja që në fillim të tregohesha e ndershme me të, ose mos t'ja thoja asnjëherë. Burri si është? Unë e di që edhe ti aty ke kaluar një kohë të vështirë me familjen e burrit, se i ke që e vogël, 16 vjeç, burri iku imigrant, po i bie këtu, po të bëj pak një hyrje. Burri të la aty me prindrit dhe me kunatat, besoj, po me prindrit e tij. Dhe iku imigrant. Po jo, nuk iku që atëherë, iku ca vite më vonë, nuk është se iku direkt dhe më la mua. Po dhe atje u ktheve në shërbëtore të prindërve. Po pikërisht e kam seksuar edhe aty, sepse unë kur shkova atje, gjeta një kunat në klasë të 8 dhe vjerrime mbante në prehër, sepse e lastonte se ishte e bia. Po unë nuk arrija ta kuptoja këtë. Edhe i shikoja me shumë inat, ndoshta ato më pas ishin pasojë e sjelljeve të mia, se në fillim qëndrova shumë e ftoftë, kisha frikë të flisja me to.
Kisha frikë kur më fliste vjerri. Unë kisha filluar të urreja gjithë burrat. Nuk doja të kisha kontakt as me burrin tim në fillim sepse kisha frikë. Edhe neveri besoj ke kryuar. Nuk e di, a ju përpoq shumë të më donte në fillim, ose të fliste lirshëm me mu, po kur s'ja vash këtë mundësi. Isha shumë e mbyllur unë si person. Pastaj erdhën të gjitha ato që ndryshuan sjellja ato, ishin punata që ndikuan, ishin shumë faktorë. Edhe ashtu ktheva tamam në një shërbëtore. Punoja 12 orë në ditë, qaja shumë në atë periudhë mbaj. Punoja në një fasoneri. Dhe hersa një ditë i thash vetes stop. Tash jo do ngrihesh, mos bush mo për asnjë gjë, lej të gjitha të ikin. Dhe qatë ditë fillova të dua shumë veten dhe filluan shumë njerëz të më donin. Do me thonë, nuk lejova asnjë njeri të më shkelte, më. Vendosa të jetoj për vajzën time. Çfarë të shtyuta mere këtë vendim, ti thoje vetes stop? Qa ishte ajo indicia që të çoj këtu? Qa ndodhi diçka që bëri këtë ndryshim dhe krijove respekt për veten? Bëja gjysmë ore rrugë për 300 lek të qelbura, për një bilet urbani. Bëja gjysmë ore, dhe kur kaloj një ditë, për shkuar te puna, duhet kaloja te shtëpia ime. Në atë kohë ishte kthyer njëri nga vëllezërit, më shikon. Më kishte thirrur 2-3 herë edhe nuk e kisha dëgjuar. Më del në rrugë, thotë, hajde ulu në kafe me mua. Jo, s'kam kohë, duhet iki te puna se ju e dini pak a shumë si funksionon në fasoneri. Le të të heqen, thotë, nga puna ti do ulesh me mua. Duhet të tregoj këtë histori, edhe pse është e bukur, po edhe pse ta kuptojnë shumë vëllezër se sa ndikim kanë të motra. Edhe më thotë, duhet të them diçka. Unë nuk jam martuar akoma. Unë nuk e di qa keti, nuk e kam kuptuar kur. Po unë di të të them, unë e di qarë babi kemi. Ai s'do na mbaj mrena as mua as ty. Po unë jam gati që mos martohem kur, të rris fëmin tën, të jetoj në një shtëpi vete me qira, do punojmë të dy, do e rrisim atë fëmijë. Ama mjafton që ti mos qash. E di qa them unë me krenarin qofse unë them diçka të bukur një time, them që unë kam motrën më të mirë në botë. Dhe ti e dashur motër, për mua je më e mira në botë. Dhe ti e keqe për këdo. Për mua, s'ka si ti. Bravo, aty ndryshoj gjithçka, me të thënë të drejtën, aty ndryshoj gjithçka. Shkova në punë, punova e lumtur, vjen përgjecja, më heca kmisha ose rroba të rinjve, se ashtu ishin mësuar aty, e marr një nga ato edhe e gris, i them guxo e bëje më. Dhe aty kur ajo tërhiqet, ajo u friksuan, pa kur unë të grisit rrobat e saj, ajo u friksua dhe u largua nga unë. Aty e kuptova që unë isha shumë më e fortë se ç'kisha menduar. Nuk isha thjesht ajo vajza që më kishte ngacmuar dikush. Fillova t'i bëj ballë gjithë botës përveç sa atij. Atij nuk i kam bërë ballë asnjëherë, nuk i bëj ballë as sot. Unë është i vetmi njeri që e kam shumë frikë. Cila është dëshira jote më e madhe për atë? Jam kurioze. Cila është dëshira ime më e madhe? Të zhduket nga kjo botë, mos jetë më këtu. Të vdes, domethënë. Absolutisht. A ke folur ti me mamin për këtë? Tani që je adulte, më të rritur? Hapur, e lirshëm asnjëherë. Nuk e kam bërë me asnjë, nuk kam gjetur guximin të thash. I lash gjërat të rridhnin, të qëndronin në aty thellë te unë. U bërë ajo goca e fortë, u bërë ajo. E di, shkojmë në një festë, unë jam shpirti festës, shkojmë në një mbrëmje, unë jam shpirti mbrëmjes. Jam krejt tip tjetër dhe po e diskutoja me dikët që po kalon një situatë të vështirë me të shoqin. Po më thoshte lumja ti sa e fortë je. Unë bëj si e fortë, po unë jam thjesht një frikacake e vogël që
e mbaj shumë brenda vetës atë frikën. Mundohem, e gënjej çdo ditë veten time, e gënjej për fëmijët e mi. E gënjej për burrin tim, e gënjej për gjithë njerëz që mundohen të më duan dhe që i dua. Çfarë ka ngelur sot nga gjithë kjo? Domethënë që ti ke kaluar, se unë kuptova shumë. Ajo gjëja e kalbur që unë dua ta flas të bërtas, të vleras, e bëj tash, e bëj shpesh këtu. Të paktën këtë më jep mundësi. E shoh që ngarkohem nga kujtimet edhe dal aty te deti, e kam afër. Dal çaj, vleras. Shpesa kam akuzuar edhe ato më të rriturit që kisha në familje, si nuk doli një njeri që na mbroj dy femra që ishin në shtëpi, sepse të gjithë duajtëm nga ai. Pika e kthesës në rastin tënd ishte momenti me vllajin, që ai të Pikërisht. afroi. Pra unë ndjeve për herë të parë. Jo, gjithmonë më afronte ai, po nuk e kishte kuptuar kur sa keq isha unë. Se me vëllezërit kam një marrëdhënie të shkëlqyer, fantastike. Po duke qenë se ai nuk ishte në shtëpi prezent, nuk kishte kuptuar shumë gjëra. Në telefon, sa do larg që ishin, i thoshin mamit, e kisha dëgjuar shumë herë që i thoshin, na thuaj ti sepse ne vim dhe e dim që i bëjmë. Po unë e dija ç'do i bënin. Unë e di edhe sot ç'do i bëjnë. Po t'ju a them sot unë këtë. Po unë nuk dua të çoj vëllezërit aty ku e di që do shkojnë. Sepse është gjëja më e tmerrshme që unë me vërtet sonte s'po çaj, dhe jam shumë e lumtur për këtë që s'po çaj, se kur e kam treguar historinë atë ditë kam çarë gjithë ditën. Po tash nuk e di pse mora kaq forcë dhe Kishe nevojë. Kishe nevojë edhe për këtë moment, për të rënë në kontakt dhe njëherë me fjalët, se fjalët nxjerrin dhimbjen që ti ke mbajtur. Po, me mamin është menduar ndonjë situatë, domethënë gjatë kohës, se ne na shtyn gjithmonë kjo ide e zgjidhjeve, se e dëgjova situatën, mundohem të jap ndonjëherë në kuptim, por them prit, ndoshta duhet të shikojmë edhe për pak zgjidhje. Ke menduar ndonjëherë që ta afrosh ato për mos e mbajtur ndoshta kontaktin me babin? Këtë afroj. Ta afrosh në sensin që ndoshta me vëllezërit ta shkëputësh, sepse ajo jeton një marrëdhënie akoma toksike atje. Pra ju kërcënon përmes saj. Dhe është një tjetër lidhje të traume, do thoja. Po ky është problemi, sepse ai sot është i sëmur. Ka 14 vite i sëmur. Edhe doktor çuditën se si ka mundësi që ai jeton akoma. Dhe mamaja thot, kur unë nuk e lash, kur ky ishte i shëndosh, unë nuk e lej kur, sepse vëllezërit kanë kërkuar ta marrin. Sa po janë martuar dhe nusët e kanë kuptuar se ç'ishte mamaja ime, kanë kuptuar si përfaqen, jo atë pjesën e kalbur poshtë. Mamin e duan të gjithë, mamin e afrojnë të gjithë, mamin edhe unë kam menduar ta marr këtu, po ajo nuk pranon të shkoptojë. Pra është një zgjedhje e saj të qëndrojë. Pikërisht. Unë e kam duruar thot kaq vite dhe do më vinte shumë turp nga të gjithë bota, më duket sikur më shikojnë mua se si e la pikërisht kur u smon. Dhuna çfarëdo lloj forme nuk mund të tolerohet. Unë mendoj që kjo që të ka ndodhur ty është jashtëzakonisht e rëndë, po pak flitet dhe më kujton gjithmonë një gjë që e kam dëgjuar në një seminar para ndoshta 11 viteve, ku tregohej se si në Shqipëri nuk ndodhte incesti, me një krenari shumë të lartë nga profesorët. Por në të vërtetë incesti është shumë i pranishëm, edhe këtë dëshmi e kemi prej vitesh, sidomos të vitet e fundit që kanë dalë kërkesat për ta bërë publike apo të shkruar në polici deklarimet atje, dhe ne shikojmë se sa të zakonshme janë, edhe fal historisë tënde ne po shkojmë në një drejtim të japim edhe më shumë zë se çfarë ndodh dhe se si ne tolerojmë. Kjo është gjëja që unë do të thoja që po bëjmë gabim akoma dhe sot. Edhe në këtë rastin që ti po tregon, unë mendoj se po e tolerojmë akoma më shumë dhunën, dhunusin, abuzusin. Unë e kuptoj se çfarë po bëjnë. Unë të kisha mendjen që kam sot, unë e di ç'do bëja atëherë. Nuk është fajut, absolutisht, i ke qenë 16 vjeç kur ke dalë prej asaj shtëpie, ke qenë më vogël në pranita asaj që të është bërë. Sot nuk mundem sepse ai e para është i smur, e dyta akoma nuk e kemi kaluar atë fazën e mentalitetit të shqelbur, të shpifur.
është turp për këtë, është turp për atë, është turp për shumë gjëra, është turp. Unë mbaj mend do të tregoj një episod shumë të vogël. Ikën mami në dyqan dhe ai më thirr, më ul gat vetes dhe më thot pse ti të vjen keq kur unë të shikoj këmbët ose mundohem të prek nga këmbët. Çfarë i them unë? Ç'është kjo që thua? Mua më vjen turp, unë nuk dua një baba të tillë. Isha e vogël, 14 vjeçe. Filloi të çaj, sapo kishim marrë në Tiranë në atë kohë. Mundohem tiki, mundohet më prek sapo shikon që vjen mamaja, largohet. Unë shkoj mbyllem në një dhomë. Unë nuk kam flet 3 ditë në atë kohë, kisha një libër që e mora, që më ndihmoi në atë kohë shumë. Kishte 600 faqe, më shumë se 600 më saktë. E kam lexuar për 3 ditë, nuk fli as ditë as natë, mami nuk e kuptoi, sepse nuk e jepja vetjen. Të gjitha të qarta i kuptoi shumë më vonë, të gjitha të qarta. Dhe ajo mendonte ashtu siç thët që parti që në Shqipëri thohet me zë të lartë që nuk ndodhin qesti. Ajo më thoshte që ti s'duhet kesh frikë. Ai thjesht se kupton zën sepse ai të ka vajzë dhe nuk ndodh kurrë ta them kështu troç, shkoçur, shpifur, një babait nuk i qohet kurrë për vajzën e vet. Është shumë e shëmtuar kjo dhe unë pikërisht kjo gjë e shëmtuar më ka lënduar gjithmonë se si mund të ndodhte kjo dhe kam pas shumë turp ta them unë. Kisha turp unë që isha viktima dhe nuk kishte turp ai që e bënte kundrejt vajzës vet. Mami nuk ishte mbështetjen e familjarëve apo jo? Nuk kishte familjar mami. Nuk kishte prindër mamaja. Nuk kishte. Jo. Kishte vetëm një vëlla dhe ai e kishte kërcënuar se nëse ti do bësh diçka sepse e mbështeste i vëllai, po kishte vetëm një vëlla, ne ishim familje shumë e madhe, unë do ta vras. Edhe ne e dinim që ai mund të vriste sepse ka provuar të vras dikë. Ka qenë edhe në burg, pikërisht për këtë punë. I shpëtoi edhe burgut. Ai ishte i forti i atij qyteti ku ishim ne, e kupton? Kishte një emër shumë të madh jashtë shtëpisë. Babai. Prandaj ne kishim frikë, pikërisht. Prandaj ne kishim shumë frikë të bënim diçka. Janë sa lloj historish, Alda dhe Jona, Alda edhe e ka vuajtur, kështu që nuk e arrit ta kuptoj as nuk. Me thënë, as unë edhe as me qindra mira të tjerë që dëgjojnë të histori, po janë ca lloj historish. Po pikërisht, prandaj kam frikë ti tregoj. Që të delgi kështu nga shpirti, unë po e dëgjoj tani. Dhe si mundet një njeri, një nuk e di ç'a lloj, se nuk po flasë, nuk dua të bëj as këto të bëjmë interesante për viralitet fare, por këto lloj monstrash janë 5 veta në familje, 3 vëllezër, një motër, 5 të tjerë, dhe ky lloj mostra rrotullon familjen prej 30-40 vjetësh. Një mostër, një njeri vetëm, një pianec, një sëmur. Dhe nuk punon te kur. Po, një dembel, një pianec, një sëmur, rrotullon. Dhe pse rrotullon familjen? Për opinionin. Pikërisht. Për opinionin, për çfarë mendojnë të tjerët. Pse ndodhin gjithë ato drama dhe rrin aty edhe vuajnë? Për opinionin. Edhe drama është që nuk e ka provuar asnjëherë përgjegjësinë e gjithasaj që po bën. Po çfarë kjo i flet me babain? Alta flet me tjatin akoma dhe i thot para një muaji babait, dhe pse se e ëma vet, e kupton çfarë zinxhir janë gjërat, e ëma vet është pa prindër te kjo familja, prandaj është shumë e vështirë të ndonjëherë të them të drejtën Alta, mua me historitë tënde u preka, unë e mbarova dhe unë, siç qave ti tek Elona, edhe unë qava shumë duke dëgjuar historinë tënde, po e di çfarë më prek ndonjëherë dhe është, sepse është një zinxhir që nuk shkëputet dom, është shumë e vështirë, nuk ka. Dhe kur të dëgjuar gjithmonë në për Big Brother, opinionist, apo në për emisione në panele që bërtasin njerëzit që thonë, kjo dhun ikni, si mund të rri një grua kështu, dhe bëra një monolog dhe herën e kaluar. Ik moj grua, ik moj ç'është, të them. Ora, nuk e kuptoni se unë paktën nga eksperienca ime gazetare kam folur me shumë veta dhe rrugës ti, do të thënë unë jam tashi te 40-at, po dikur kam qenë më naive dhe padyshim dhe unë kam qenë fiksit të tjerë që ngrinin pyetje dhe thoshin, "Ore ç'a idiote je ti? Alta idiote je ti që ngre telefon, që ja ngre babit? Mami jot, më falë se po e bëj kështu." E kupton se po e them. Mami jot idiote, ç'mendur është?
Vlezrit e tu, idioti ti që si a thua vlezrve ta vrasin, moj ta djegin, e kupton? Dhe kështu të vjen. Pastaj kur kupton gjithë rrënjën e gjërave, dhe thua është si një zinxhir, një si quhen ato menyje, një nga tre, sepse kur ndërgjitet çomçakizit tek flokët që të duhet ta presësh gërshër se duhet ta presësh. Tamam, është si një Duhet çomçakiz. të them edhe diçka, duke qenë se burri ishte larg për një periudhë kohe derisa u bashkuan, goca ime ishte shumë e lidhur me Tijatin. Goca ime. Pa. Edhe në një moment po bënim një xhiro në Tiranë, edhe ajo i thot Tijati do ma japësh një çik dorën, ishte adoleshente. Po i thot im soq, thot të lutem shumë tashi do më përqafosh fort si që përqafon babi gocën. Patjetër i thot ai shpirti i babit, edhe ai e pushton edhe esnin rrugës, unë isha mbrapa tyre. I shikoj edhe them zot sa frikë kisha për një moment pse vajza ime ju hop Tijatit ashtu. Isha shumë e friksuar dhe për një moment mendoj sikur ta di që ky njeri do e bëj atë gjë që i matë bëri, unë nuk do të pres t'i them djalit e motrës e Tijati, unë do e marr, do e vras vetë, unë vetëm këtë si ja fal mamas time, pse nuk e mori guximin të ikte. Ndoshta s'ishte e fortë, unë do kisha ik, unë do e kisha vra vetë, unë s'do kisha pyet, po ti ishte im shoq. Po kur është prindi, është diçka pak shumë më e vështirë, jo pak më e vështirë. Po shiko se prindi ka dhe një gjë më tash se ai burrin edhe ke zgjedhur, po te prindi nuk e zgjedh, më ke lind aty, më ke lind në një lloj, ti ke lind në këtë situatë. Edhe Alda e kapi herët dhe edhe pse Alda nuk ishte marrëdhënie seksuale se ishte e vogël, edhe pse ndoshta s'ka pasur as kontakt me informacione seksuale, ajo fëmijë ka kuptuar që ka diçka të çuditshme. Që s'është normale. Se ka ndodhur gjëra, ndodhin janë kështu disa tribuse që janë që kanë qenë nëpër Amerikë të çmendur që bënin seks si familje, nga këto kultet, ka ndodhur dhe ata dhe edhe kur ka ndodhur brenda që kanë qenë të gjithë të përfshirë, kanë treguar fëmijë, kanë parë dokumentarja në Netflix disa, që prap ato janë të traumatizuar. Pra aq jo natyrale është kjo gjë, aq anti-zot, anti-gjithçka, sa dhe ti si fëmijë pa ditur se ç'është seksi, a du ta bësh ti me babin apo s'du ta bësh, e di që është e gabuar. Kështu që kjo është, dhe kjo ka lindur në këtë. Dhe ç'a ti thuash një fëmijë që ç'a ti thuash? Ora ai duhet mbroj, është babai, ai është i parë që do të mbroj. Ç'a ti thuash një fëmijë dhe ç'a ti thuash që tash ka fri nga burri vet, kupton? Është generalizuar. Shumë e madhe kjo. Është eksakt çfarë ndodh mbas traumës që ti e përgjithson, edhe është efekti më i madh që të ndjek gjithë jetës. Është më natyrshme, po pse nuk ndalemi te kjo gjë tjetër që natyra për të mbrojtur, pra nëna që mund të mbroj fëmijën. Nuk duam ta fajsojmë, dakord, nuk duam që t'i themi mos ik ose e kuptojmë pse nuk ikën, por është dhe një proces natyrshëm për të mbrojtur fëmijën. Kjo është pyetja ime për shumë nëna, shumë histori nënash që nuk e kanë marrë, pra edhe është më i fortë opinioni dhe frika. Edhe gruaja që kam intervistuar para shumë vitesh, thash po nëna ç'a bënte? Kishte edhe nëna, kjo nënë të paktën, nëna Aldës të paktën po them, e ka mbrojtur dhe ka gjetur një mënyrë pa i thënë gjëra që ta mbroj fizikisht. Pra e ka mbështjell fizikisht si zogj në ato. Po, e vërtet. Po këtë ka bërë ajo, nuk e ka kështu, edhe duke i thënë që ndoshta s'është e vërtetë, edhe pse e ka ndjer, ka thënë ti them kështu se s'është normale. Balans. Po ka pasur nëna të cilat nuk e kanë besuar dhe kanë dënuar fëmijën, i ka thënë të kesh turp. Domethënë që edhe mund ta kenë ditur se unë besoj që gruaja shumë e zgjut, është më e zgjut se sa duhet, domethënë i kupton të gjitha. Por dhe kjo më ka bërë përshtypje, pse arrin deri këtu. Pse shkon deri këtu? Është, domethënë diçka që neve duhet ta vëmë në pikë pyetje. Edhe pjesën e nënës. Ai mbante sakicën te koka. Prandaj mamaja ime kishte frikë, sepse kishte frikë se duke ikur ai do na gjej dhe do na mbys. Mund të pyes pak edhe për vëllezërit që i përzuri, ata ishin majoren, domethënë ishin të rritur. Jo. Që nxorën nga shtëpia. Jo. Të vegjël? Fare të vegjël. Po si, përzuri të tre vetëm? 12 vjet. I çoj në përmal, i solli në një shtet të huaj. Sepse ishte 9 vjet atëherë i përcillte,
I nxori te semaforit për të lypur, tallej me lekët e tyre, e ushqyen çdo ditë të jetës vetë, po e mbajmë si princa akoma, ironia më e madhe e fatit, deri para 5-6 vjetësh dhe ja dorëzonin në rrogën se atë ta marrin me të mirë se është perandori, kjo është dhimbja më e madhe që kam unë. Po dhe nuk u nati me jetën. Nuk u gjykua nga njerëzit për këtë të paktën që ishte e dukshme që u bëri fëmijëve, i nxirrte të lypnin, i përzuri nga shtëpia, ishin djem për më Kush ta tepër. gjykon? Ai ishte i fortë i qytetit. Një baba nuk është normale, Jo, duhet të jetë një absolutisht. problem mendor të shumë të thellë. Shregullim, Shregullim, dhe këto se ky urren fëmijët e vet, i urren. Është një psikopat. Po, është psikopat, Ai nuk është. pikërisht. E ka të shenjat, po, ai është për është shregullim, fëmijë force. shregullime që patjetër duhen hulumtuar për dalë në diagnozë sakt, po nuk është absolutisht normale asnjë prej këtyre sjelljeve, po më bën përshtypje komuniteti, domethënë që e mbështet, i jep edhe lëvdat ai burri fort, edhe me tituj që e përforcojnë atë idenë atij Po që është në rregull. pikërisht. Dhe e di pse ndodhte shpesh, sepse vëllezërit e mi punonin të shkretët. Nuk na lejoi asnjërin të shkolloheshim, asnjërin. I jetnim lek vëllezërit i çonin, ai i vashpërndante dynjas. Nuk na ushqente ne. Vëllezërit i çonin tinzash mamas që të blejnë të ushqime, sa ai u jepte njerëz. Pra bënte mirë, donte të tha ruante mirësi. një imazh tek njerëzit e tjerë. Si historia e parë, Pikërisht, pra, fiksimi me pikërisht. imazhin, që vdekshin, më fal që po e them. Pikërisht. Tamam, me këto imazhet. Këtu gjysma e Shqipërisë të torturuan nga idiotësitë e imazheve të prindërve, ç'a mendon bota. Ai keni parë botën ç'a është? Pikërisht. Ç'a mendon bota? Kemi të bëjmë edhe me një narcisist. Nisur Po në këto. narcisist, po që nga Ai si është shuta. narcist, ai është xhelos patologjik sepse ai ishte i sëmur nga xhelozia. Kam dëgjuar një episod të ju që thoshte ajo gota, ne shkonin në dasëm dhe 3 orë kishin gjyq. Ne kishim 3 ditë gjyqin dhe 3 ditë do na rriste gjithë kohën. Më tregoni çfarë ndodhi ose po t'ishte me ne. Pse i ngrite syt ti, një fëmijë në klasë të 8, pse i ngrite syt që unë mund kisha kërcyer thjesht për kërcyer, ë? Unë jam mësuar të kërcej të shtëpia e burrit, sepse s'më kishte lejuar kurrë të kërcej. Po si erdhi kjo gjëja që të martoi pastaj 16 vjeç? Nga çfarë i nisim? Si e shpjegon? Sepse më duket edhe pak absurde, pra i kërkonte që të isha aty prezent. Po më martoi sepse donte të krenoj që unë kisha vajzë të e mbrojta vajzën time shumë mirë dhe shiko sa të vogël e martova. Sepse prapë thot ai. Pra dhe kjo për në një qoftë opinion. se unë i them, në qoftë se unë gjej guximin, unë të thash, unë është e turpshme kjo që do të them, ose është shumë brutale, po unë sapo fillon ai ulëret, unë lagem poshtë, urinoj, nuk e kontrolloj dot veten edhe pse jam shumë e madhe tash. Nuk më ik frika ati njeriu, po edhe kur gjej guximin ti them një gjysmë fjale, ai thot, unë të kam mbrojtur ty, unë i kam bërë të gjitha ato për të mbrojtur ty. Çfarë mendimi të vjen ty kur ai të thot këtë gjë? Që ai është një kafsh. Dgjoj, ka dhe diçka, e mund të jetë edhe pedofil, në kuptimin që 16 Ai vjeç. është pedofil. Ai Ai është pedofil, ai pedofil. ka të gjitha. Po me vajzat të tjera të vogla e shikonte? Po ndoshta- Jo, nuk ka ndodhur. Jo. Pra ishte Ne incest. nuk dim gjë. Prandaj- Pra, ky lloj njeriu Jo, në jo, këtë lloj e dim. Hmm? E dim sepse është vend i vogël e merren vesh. merrin vesh. Shkonte me shumë gra, po me gra, kur nuk ka bërë diçka që të ngacmoj një fëmijë. Ka të rëndësishme imazhin, kështu që është tregor i kujdesshëm. Pikërisht. Pikërisht. Psikopat për i kujdesshëm. Po pikërisht këtë Se tash unë u i bë me them humor, po psikopat sepse dua të pedofil, por me shqetësoj kujdes, veten. pra ruan edhe Ka fytyrën të pra dhe rëndësishme. opinionit. Ka një I miksim të rezervuar. çrregullimesh. Hmm? Ka një miksim të çrregullimesh. Unë dua pse nuk gaboj në asnjë vend që ta kuptojë një njeri, se nuk është një histori që ndodhi 5 vjet ose 3 vjet dhe u fshi. Është një histori që vazhdon. Alda, 40 vjet gati. për fat të keq, këtë e thash edhe pak më herët, ishte komuniteti i sëmur, pra vendi ku ti jetoje, Tamam. që nuk arritën nuk kishin kontakt me njerëz të shëndetshëm aty, që njëri të dilte dhe të mbronte ose të adresonte çështjen drejt asaj që duhet.
Se gjë e parë që ne normalisht të rekomandojmë është siguria fizike, kur bëhet fjalë për abuzimet, pra personi që të fillojë të bie në kontakt me një realitet të shëndetshëm, duhet të shkëputet nga ai mjedis. Po përderisa aty vijohet, qëndrohet, pranohet, Po ato qeshnin, kujt i tregon të ato qeshnin. Ne mami bëri këtë gjë të mirë, na lidhi shumë me njëri tjetrin, fëmijët e vet i lidhi shumë me njëri tjetrin. e shikoj që sa ka mundur e ka përdorur fuqinë e saj për t'ju të ndihmuar. Po gjithsesi ky është një kapitull i pambyllur, Vian, sepse para shkosa ai u presionon akoma që unë do dhunoj mamin që ju nuk më flisni apo gjëra të kësaj natyre, kjo gjë vazhdon. Më thënë duhet patjetër të merrni. Dgjoj, a do bëj një pyetje kështu që e ka bërë her pas here njerëzit, po më thash unë e bëra sot se ne nuk para e bëjmë në këtë emision. Jo për gjë, por duke kuptuar situata duam të merremi me juve si njerëz dhe jo me vendimet ligjore që keni marrë. Për shembull, nuk është koha për shembull tani ta çonin polici. Kot. Se keni menduar të për shembull ta denonconi? Po kush do e besojnë në Shqipëri të lutem? Jo, edhe besojnë, tash këtu, po edhe besojnë. Jo, asnjë se besojnë. Alta edhe besojnë, Asnjë më nuk e beso. beson. Jo, unë them që Po kam nuk e ndryshuar gjëra. besojnë. Do u jap një 500 eurosh, edhe do dalë. Po ai do vi prap në shtëpi. Çfarë do ndodh pastaj? Çfarë do ndodh pastaj? Sepse nuk është se ka menduar që ta çoj. Po do jap Po tek do vi në shtëpi. Shiko, të them dhe një gjë tjetër, ka me qindra mira histori. Mjafton se dhe ti jeton andej, të shohësh Netflixin, çdo lloj dokumentar, janë me qindra mira njerëz, të cilët në një moment të caktuar, me gjitha të pambrojtë komplet, me 200 dyshime në vendin më të padur të botës, kanë marrë një vendim dhe prandaj ju bë ai dokumentar që ju bë. Se kanë marrë një guxim, kanë thënë edhe çfarë. Kanë thënë do ta bëj edhe çfarë. Kupton, ka qenë një forcë e vetes, se po të gjesh edhe kjo, edhe sistemi s'punon, edhe kjo, edhe nëna është e smur, edhe kështu, edhe këto. Do të thënë është këto janë plagë shumë të mëdha. Ky njeri nuk e di pse, sepse ndoshta unë e kam nisë emision që të jem më e paanshme, por unë do jem kush jam, s'ka problem, do e lejon ose atë pjesë. Mua më vjen vetëm ngjarja e Libofshës me këto lloj njerëzish, vetëm ngjarja e Libofshës e 90-s, 91-shit, nuk e di kur ka qenë. Ajo lloj ngjarje më vjen me këta, me ekzekutim, dhe kam kështu fantazitë e mia për një babar që bën këtë lloj dëmi të tmerrshëm, që u rref fëmijën në këtë, po unë kam vetëm një fantazi, po e kam shumë makabre për këta njerëz, sepse nuk kam se si të bëhem dhe nuk kam se si të bëjmë që nuk kam se si të kuptoj se çfarë shkon tek truri i tij dhe si e ka lënë jati, si e ka lënë ëma, sepse kjo nuk është normale. Por ajo që mua më vjen keq në gjithë këtë historinë Alta është që ju keni mundësi që ta ndaloni të njeri. Unë besoj që ju keni. Ti ke frikë vëllezrit mos e vrasin, dhe ndoshta nuk e vrasin vëllezrit sepse ndoshta po të kupton jetojnë jashtë dhe do ruajnë familjet e tyre. Por i keni 3 vëllezër, nëna që nëna është futur në traumën e vet, tash sindroma e Stockholmit, nuk e di, ai ka marr udhën e vet. Por jeni ju të 4 që mund ta ndihmoni të gjë ose të shpëtoni në një lloj mënyre. Kur unë fillova të bëj me forcë dhe e çoja në përmend që ta çoja në polici ose edhe vëllezërit kanë dashur ta çojnë në polici, e kanë ditur që nuk e mbajnë sepse është i smur dhe ligji e liron atë, sido që të jetë. E liron sepse ka smundjen që ai nuk mund të rrinë në burg. Nuk është vetëm burgu që është dënimi maksimal, po është fakti që ti shkatrohet ai imazhi që ai atë e mban gjallë. Po, bravo Jona, ajo është për atë përgjegjësinë. Pra duhet ta ndjen përgjegjësinë asaj që ka bërë dhe përgjegjësia që ai do ndjej, mendoj se do jetë një shpëtim, një paqe edhe për ty vetë. Po nuk ndjen përgjegjësi një njeri i tillë. Jona më fal shumë. Po ku ndjen? Po ku ka ndërgjegje ai njeri? Ai nuk ka pikë ndërgjegje, ai s'ka mëshirë më në fytyrën e vet. Se ka me jume, ka me imazhin, Jona thotë ka me imazhin, se atë ka ai fiksim. Por gjë tjetër është edhe që mami juaj për herë të parë të ndjehet të kthehet jetës, edhe aq shkosa mendon se ka akoma dhe mendoj unë gjithmonë kemi një mundësi të pyet. Po pra kjo është një pyetje. Shiko Alda, se neve nuk e bëjmë të pyetje për prindrit tanë, dhe nga një anë, do të thotë marrëdhëniet që ndërtojmë me prindrit tanë janë shumë narcize, kështu. Po e kuotoj, më thonë se narcize. Sepse ti thua tash ajo është mësuar, nuk kemi ç'të i bëjmë.
Po pse nuk e ndihmojmë atë tamam si sot jona të Po ajo jetoj? nuk Pse nuk e ndihmojmë ta mamat nuk neve që të pranon. jetojmë pak? Të shkojnë, të Po nuk dalin, pranon. të shojnë një kohë për zoologjik, të shohin atje 3 pulbardha, në qetësi, pa patur terror, që të shkojnë në shtëpi. Thjesht ose të rinë në një stol, në një verandë, këto nëna kot. Dhe ti lën pjatat Po në nuk lavama pranon kot. mamaja E diti ime. që çfarë lloj, për çfarë gjërash të vogla ajo mund ta kuptoj që ka para se të mbyllet jeta nga Zoti. Ajo mund ta kuptoj që ka nevojë, qoftë ti lë enët aty dhe të rri aty ulur në një karrige kashte dhe vetëm të rri. Dhe mos ketë një lloj qetësie. Kështu që ndoshta ajo nuk e kupton dhe do ta thotë gjithmonë jo, se nëna tona thonë jo edhe kur janë mirë thonë jo. Thonë jo se jam mirë unë kështu siç jam. I merri çon në fund të botës, e ke çuni miliarder dhe prap rri në te kati parë. Kështu janë nëna tona. Por neve mund kemi mundësi që dhe juve si fëmijë apo neve që të paktën t'ja japim atë kënaqësinë e të qenit e lirë. 1 vit, 2 muaj, sa t'jetë. Pse se shini kështu Po nuk këtë sot? pranon, është e pamundur me të, e kemi provuar, e kam provuar unë kur ika. E kanë provuar vëllezërit, po ajo thotë në qoftë se më lidhni më të riqni zvarr, atëherë unë do vi me ju. Pritet që babait vdes, që gjithë të Pikërisht. ndihen të lirë më në fund. Në fakt ajo në trurin e Pikërisht. vetë shumë e rëndë që thotë la gruaja burrin e smur, e kupton se tash E ka këtë gjën tjetër çfarë më të thua, ajo rëndësishme. është fundi, ne tash po mundohemi të frymëzojmë atë. Pikërisht. Sepse Pikërisht. po kjo është tamam çu çka Dhe kizi që në doja flok. të thoja, Tash i dhe baba yt i ka rënë dhe ajo fama se s'merret njëri tash, mund të ketë qenë kjo fama ty të shfiksuar se ka qenë dhe fama e 90-s se këtyre ishin rrinin aty njerëz tash në imigrim as ja ka Terezi njeri u fare kush është i forti, kush është i forti dhe ai është i smur edhe i moshuar tani. Por nuk e di pse unë gjithmonë e ndjej që këca njerëz nëna jote, gjynaf që nëna jote të vdesi pa liri dhe ai të vdesi pa dënim. Më duket, domethënë, më duket absurde. Kështu që gjithsesi Alda, unë kam edhe një pyetje të fundit. Zot më fal që e them. Ai më mirë të shkoj në atë dynja sa nuk u tërpruam, sepse nuk e di, po është shumë e shpifur edhe njerëzit ta marrin vesh që pikërisht në një familje me 4 burra nuk mbrojtën dot një vajzë të vogël. Alda, unë kam edhe një pyetje të fundit. Po gjatë këtyre viteve mbas historisë, ç'a është diçka që të vjen keq që të humbi? Fëmirin time se pata kur. Unë s'kam qenë asnjëherë fëmijë. Po tani e mirë dhe edhe burri është madje lexova tek Po. historia që thotë hajde pim një kafe kur vjen nga puna. Pra është Pikërisht. është burri i mirë domethënë. Kur është fat i madh kjo, domethënë ndoshta është njeriu ose u bë se në fillim ishte e mbushnin, nuk e di histori shqiptarësh kjo, nuk e di çfarë. Ndoshta edhe unë isha shumë e ftohtë ndaj tij, kisha frikë t'i afrohesha. Tramat e Edhe tua. unë ndikoj shumë nga familja, sepse po të afrojnë me mua do i thoshin të mori nusja, të bëri nusja për vete. Po, e di, më lumturon fakti, po më thoshte goca ime një ditë, moj mama, sa mirë që erdhëm këtu sepse njohëm babin ton. Imagjino, në Shqipëri ne se kishim njohur. Tash në gjitha kaos kur vjen dhe më sheh mua sepse unë çe prova në shtëpi. Shkoj në punë, shkoj në një punë të dytë, tash natën unë e mbaroj turnin. Punoj shumë, merrem shumë me fëmijët, sepse dua që ato orë që fëmijët jenë në shtëpi që jem gjithkohën me to, mos të largohem nga ato. Edhe kur vjen ndonjëherë i them unë, mos e shiko Romuin, jo, thot, vetëm gjej 5 minuta që të pim një kafe bashkë. Se atë e shijoj unë, atë kafen, s'ka gjo, mos haj darka, kur mos hankësha. Një birë aty në balkon shumë mirë është. Një birë që e pi tashi, sepse para ca vitesh unë se dija që ishte. Edhe pse e kisha në shtëpi. Shiko, është ajo shpreha Zotit hedh me i dorë dhe pret me tjetrën, kështu që nga një anë pas ke bekime, ke fëmijët, je aty ku do t'jesh tani, ke qetësinë, ke bashkëshortin tënd që edhe pas kaq vitesh thot hajde pim një kafe, edhe është e rëndësishme ajo. Kështu që nga një anë ke bekime, ku nga ana tjetër kjo është një traumë dhe tani pjesën se si do zgjidhet ajo, ti padyshim dëshiron thellë të zgjidhet me vdekje. Absolutisht. Unë të dëshiroj që ti të shirohesh. Uroj që Shumë faleminderit. Të them të drejtën, mbasi të tregova Elonës që të thash, unë atë ditë kam qarë gjithë ditën dhe kur më vinte djali në dhomë, mama i ke sytë e kuqi, jo, i thoja unë,
më hyrë një mizë se nuk duhet më shohin kur fëmijët ashtu, sepse asnjë nuk e di se si jam unë. Po sonte fola shumë mirë dhe nuk qava më. Dhe jam shumë e Është okay të qash, edhe unë të qava dhe ti qave për letrën. Është okay dhe duhen ndonjëherë të qarat edhe është diçka shumë okay. Unë të falenderoj shumë. Të lutem. Emision të mbarët. Falenderoj shumë Alda, faleminderit. Uroj mos ketë kur në jetë vajza si unë, të paktën mos ta kalojnë nga babi, ose mos kenë frikë kur shohin vajzën e vetë me tjatin, sepse unë tash kam pas frikë kur i kam pa burrin tim me gocën time. Mos ta kenë të paktën këtë frikë në fëmijëve, ose mos ta kenë frikë që djali do ja bëj nesër gocës vetë. Uroj shumë. Ose uroj që kjo është punosh me veten me këtë. Kjo është, duhet punosh me veten edhe me ndoshta nëpërmjet terapive, leximeve, gjëra. Doja ta thoja edhe diçka, në një moment më thot vllai im kur kthehet në Shqipëri, thot, të lutem shumë do më thuash për çka ke nevojë dhe vllai jot është këtu për ty. Ai thash, të lutem shumë, e di për çka ta them tamam han, thot, për një psikologe. Ai atëherë ngulmoi 3 muaj ditë që të merrte vesh se për çka kisha nevojë unë për një psikologe. Po kur se gjeta guzimin, i bia të gjitha anët, që të nënkupton të diçka, po burrat ndonjëherë vacua me shumë fjalë t'i afrohesh, po nuk e kuptojnë se çfarë ju thua, po s'va the direkt. Ndoshta edhe mund ta ketë kuptuar dhe kishte frikë ta pranonte, ndoshta edhe si e kuptoi kur. Po gjithmonë kam pas nevojë për një psikolog. Po në Shqipëri mundësia, këtu mundësinë e kam dhe nuk di gjuhën akoma, po përshtatem me këtë vend. Se jo se kam frikë ta tregoj si histori, sepse e kam vuajtur në lëkurë dhe pse mos ta them. Terapia gjithmonë ndihmon, po ke edhe psikolog online, për shembull ke Jonën, nuk është e nevojshme, Matis, unë personalisht kam bërë me terapistë tuaja, është shumë e mirë, por prap neve të Shqipërisë kuptohemi. Kështu që mund ta bësh dhe online tek psikologu online, është një faqe që Jona e ka bashkëthemeluar, edhe ka psikolog shumë të mirë, siç është Jona, dhe ata janë shumë të mirë dhe të kujdesshëm. Kështu që si kjo vlet edhe për ty edhe për të tjerë që janë imigrantë, që mund ta bëjnë terapinë aty të lënë oraret, sipas i përshtatet, sepse ju punoni shumë me emigrantë nga gjithë time zonet e botës. Pikërisht për shkak të gjuhës dhe kulturës, domethënë që është problem. Kështu që mund të edhe aty Alda mund të regjistrohesh edhe të bësh terapi, mund të ndihmoj. Falenderoj shumë Alda. Faleminderit. Falenderoj dhe të uroj botë mira. Natën e mirë, gjithë të mirë. Faleminderit. Jam shumë e impresionuar nga forca që ka si person për ta kaluar dhe për ta folur në mënyrë kaq, domethënë si rrëfim të jashtëm me tregonte. Kaq shumë ka punuar me veten, por është një tragjedi që Tamam tragjedi është. Është e tmeshme. Është nga këto që unë s'kam fare mëshirë. Çfarë do t'i ndodhi? Imagjino vajza vetë thotë që inshallah vdes babai, po pres të vdesi, është kulmi, domethënë. Se ti edhe një baba, okay, çik të alkolizuar të vjen keq, kur të dhunshëm të vjen keq, po për ca baballar thua vdekshin inshallah dhe kështu që asnjë nuk ka asnjë lloj mëshire, asnjë lloj individi normal me dy pare tru në të gjithë, edhe ata të qytetit që Alda thot e ngren, edhe po ta të dëgjonin historinë, padyshim. Madje edhe në burgje ka një vend specifik për këta që ngacmojnë fëmijët. Kështu që në të gjitha format, edhe pse ka histori të tilla, prap kjo s'është normale fare dhe mua më vjen shumë keq, është një histori që thuaj faleminderit Zot. Këto nga ato historitë që ti kur ndihesh keq, dëgjoj këtë program, dëgjoj këtë histori dhe thu faleminderit Zot. Edhe ndihesh më mirë. Tani ujë na mbaroi. Gjithashtu historinë mbaruan. Për sot ishte një natë e vështirë, një natë e gjatë dhe një natë e vështirë. Gjithmonë e vështirë ta shkurtosh të program, këtë drejt program, sepse janë këto, nuk janë kaq. Ato njerëzit duhet hapen, duhet sqarohen, duhet flasin. Di çfarë është e rëndësishme, të paktën në pjesën e traumës që ne e trajtojmë së shumti është procesi faljes. Faljes jo të personit që ka bërë diçka, sepse falja ndonjëherë keq kuptohet, duket sikur ti justifikon personin me gjën që ka bërë,
Por nuk është kjo, falja është drejt vetes, që unë mendoj se viktimat, të paktën të viktimat e traumës duhet të procesojnë, të falin veten, të krijojnë atë hapësirën që është e nevojshme, të zbrazin zemrimin, të zbrazin inatin dhe ta mbushin me gjëra të cilat duhet të mbushen, që i sjellin vlerë në jetën e vet. Është vërtet edhe e çuditshme që të tërë dihen në faj edhe ata që realisht kanë qenë fëmijë, edhe s'kan pas faj. Apo si historia e narcisizmit, se vajzës që ishte e rrifte daja, ndërkohë ishte e vogël dhe ajo kishte ndjenjë faj. Është e tmerrshme edhe sa dhe dua ta them këtë që e mbyllëm, dhe sa ndikon vendi përreth. Sa ndikon dhe çfarë idiotësie është kjo pjesa e opinionit që nuk është vetëm te ne, është në të gjithë botën absolutisht, por sa ndikon kur e the shumë bukur, kur asnjë nuk të mbështet në mentalitet rrotull, bëhet akoma më keq. Kështu që provon dhe këta gratë të gjitha që na marrin dhe rreth 90% e këtyre që na marrin jetojnë të tëra jashtë shtetit. Dhe më beso duke qenë jashtë, shiko sa mirë artikulojnë sepse aty kanë akses të madh ndaj leximeve, kuptojnë që nuk janë vetëm në këtë botë, ka dhe shumë të tjera, fillojnë lexojnë dhe artikulojnë për atë çfarë se kanë analizuar për atë çfarë u ka ndodhur. Kështu që kjo është sa dimon mjedisi. Pa. Pa. Ti fale babin edhe pse të ka ngacmuar. Ai është babai yt, po, këto kafshërit që thuhet ndonjëherë. Po prandaj dhe unë sot thash ato fjalë që thash dhe thash dhe vdeksh, sepse realisht ato nuk janë pa të perceptueshme çat dëmi. Okej, do shihemi javës tjetër. Faleminderit shumë. Ándale.